Përshëndetje, jemi në She's on Air. Jemi në Top Albania Radio dhe kam këtu gocat e mia dhe dy goca super të bukura. Jemi shumë afër Shën Valentinit, goca. Si ju kam? Kemi Venerën dhe Arsidën. Përshëndetje. Pa hyrë akoma tek ajo tema që neve do flasim sot. Dua të se duke parë se Shën Valentini është shumë afër nesh, si do e festoni këtë Shën Valentinin? Si çfarë prisni nga ky Shën Valentin? Apo festoni 15-ën? Si e keni? Filloj me pyetjen e duar. Ato ta festoni. Unë festoj 15-ën. Edhe festoj shumë me lumtur 15-ës, se është një zgjidhje që kam bërë për momentin, të qëndroj në dashuri për veten. Por shoh që qyteti gjithsesi e ka marrë atë atmosferën e Shën Valentinit, edhe është gjithmonë bukur, dalet shoh njerëz që duan, që shpërndajnë dashuri. Edhe pse unë shpresoj ta bëjnë çdo ditë, jo vetëm ditën e Shën Valentinit. Venera, apo nga ty? Më pëlqen shumë kjo atmosfera e festave, por në fakt nuk e kam festuar kurr. Nuk e kam festuar, nuk e di, nuk më pëlqen ajo, nuk më pëlqen shumë surprizat. Nuk e kam festuar, por që më pëlqen të kemi dashuri çdo ditë nga pak. Po të bësh ti Venera surpriza për shembull. Po, më pëlqen të bëj. Të bësh ti partnerit. Po, por nuk e kam bërë se mos gënjej tani. Arsita, çfarë mendimi ka për të bërë dhurata ne partnerëve tan, lule ndoshta? Bazuar nga deklarata. Pse ne Arsita çfarë ke ka? Jo, shiko, unë jam shumë moderne, mendoj që jam shumë emancipuar, por janë ca gjëra që duhet të mbeten të tilla. Jam shumë për dhurata, jam shumë për vëmendjen e partnerit, nuk jam për këto, jo po ti je mashkull, je fira. Po janë ca gjëra që nuk mund të dhuron si lulet. Nuk e di, unë mashkulli me lule nuk më pëlqen, nuk e di, nuk është sa të bukur si gjë. Nuk do dhuroja kurr lule. Çfarë mund t'i dhuroje për shembull për këtë festë? Më pëlqen shumë kur bëj një dhuratë, më pëlqen shumë për shembull, ajo që e bën të veçantë për mendimin tim dhuratën, nuk është shumë vlera materiale, se sa ti dhurosh diçka që ti e din që i pëlqen. Po, se do thotë që gjithë vitin ti e ke dëgjuar, domethënë ke qenë e vëmendshme, ti e di se çfarë pëlqen edhe shkon merr atë kohën se gjëja më e bukur që mund dhurohet sot është koha dhe energjia, nuk ka asgjë materiale. Në momentin që ti bën një dhuratë, duke pasur parasysh se çfarë i pëlqen atij, domethënë duke investuar kohë për t'ia kërkuar, për ta bërë magjike, le të themi, ajo e bën akoma më të bukur dhuratën për mendimin tim. Po ju bukuroshet e mia që më rrini urt këtu përballë, si dhe ti këtu në krah. Se di, unë jam rrit në një familje ku lulet janë shumë të rëndësishëm, kështu që, okay, edhe dhurata, jam super dakord me atë çfarë tha. Lule për meshkuj thua ti? Jo, okay, jo, më ia dhurum. Po pra, një mashkull. Femrat i dhuroj lule mashkullit. No, kjo gjatë do më bënte pak përshtypje. No, është pak e çuditshme në fakt, kështu në optikën time, por që lulet për mua janë shumë të rëndësishme. Madje, kur isha e vogël nuk i doja. Tani du shumë lule. Më se çfarë të pëlqen, çfarë do bësh. Asgjë. Vetëm dhe ti. Ej, për mua a pret diçka? A pret një dhuratë? Absolutisht nuk e pres. Nuk e pret. No. Angel? Jo, zemra, në 16 15 jo. Po ti bukuroshe që më qesh këtu? Për faqe zez, nuk kemi asgjë në trezi nga dashuria. Po ti Ina bukuroshe që po bëjmë pyetjet këtu? Edhe unë pyes tjerët se vetë nuk qosa gjë as këtë vit. Fal, po dhurata vetes si bëni për shembull rast e festës? Dhurata vetes kam bërë aq shumë sa jam lodhur të më drejtë. Jo, me rast e feste për shembull, okay, dua t'ja bëj për shembull, po në këtë rast do ja bëj dhuratë vetes duke qenë single? Jo. Nuk më jep të njëjtën kënaqësi. Unë historikisht Shën Valentinin do jetë pak një gjë pak absurde, por i kemi bërë gjithmonë dhurata njëra tjetrës mamit. Dhe duke qenë se nuk e kam këtu, nuk do jetë si çdo vit, por që jo, kam mamin unë që dashuria përjetshme. Po, e bukur edhe kjo. Rikthehemi pak tani tek Venera, e cila së fundmi ka hapur studion e saj të make-upit, një hap i rëndësishëm në rrugtimin e saj profesional. E ndërtuar me fokusin tek cilësia estetika dhe shërbimi premium. Si fillim një herë, si ka qenë kjo nismë për ty, si kanë qenë hapat e parë të gjitha, pastaj do kalojmë dhe tek Arsida dhe çfarë ju lidh juve së bashku. Atëherë, hapat e parë në fakt kanë qenë pak të guximshme, do thoja, sepse kam qenë pak skeptike për ta nisur këtë rrugtim, se gjaja tregu ishte i mbushur, por dhe kam edhe dy fëmijë, domethënë një vajzë dhe një djalë, janë shumë të vegjël, dhe por
doja diçka për vete, doja diçka time, doja të rritesha pak profesionalisht. Dhe në fakt ky rrugtim nuk përfaqëson vetëm nuk më përfaqëson vetëm profesionalisht, por edhe personalisht, sepse jam rritur goxha, më ka rritur vetbesimin e tjerë, dhe jam shumë e lumtur që i kam marrë ata hapat e parë dhe e kam nisur këtë rrugtim sepse më ka rritur shumë edhe personalisht edhe profesionalisht. Le të themi se çfarë ju lidh ju të dyjave së bashku, në bashkëpunim me Arsidën, ju do organizoni një masterclass profesional me 22 mars në Strug. Dhe do jetë kryesisht i dedikuar vajzave dhe rritjes së tyre në këtë karrierë për make-upin. Si lindi kjo ide? Kush e kishte nga ju të dyja? Çfarë ju bëri bashkë? Na tregoni sa më shumë gjëra. Në fakt ideja ishte imja, sepse u takuam me Arsidën për produktet e saj në Tiranë, se do bëhesha unë distributorja në Strug dhe na lindi si ideja aty për aty dhe mendoj se i mungonte Strugës një masterclass, një format edukativ, një format edukativ, se Struga e adhuron artin. Do të thënë ka edhe shumë make-up artiste, por mendoj se ky masterclass do t'i rrisë akoma dhe më shumë dhe ky masterclass është për vajzat dhe gratë që vërtet duan të rriten personalisht dhe profesionalisht në këtë rrugtim. Dhe mendoj se do jetë një gjë shumë e bukur. Ka diçka shumë të bukur në takimin ton, sepse unë gjatë gjithë kohës jam në kontakt me vajza dhe përveç faktit që ti do bësh diçka profesionale, shumë shpesh, siç kam qenë dhe unë në rrugtimin tim, më rastisht që të shoh vajza që ose janë studente dhe duan të marrin një rrugë, ose sapo kanë pasur fëmijë dhe kanë dalë pak nga tregu i punës, se po e kanë atë ëndrrën dhe pasionin e fortë për të rifutur. Edhe unë sapo më ka shkuar Venera, sikur pash veten time para shumë vitesh, edhe ishte kjo goca që shikoj, nuk e di se ku jam këtë moment, po duhet shkoj aty. Doja të bëja. Po nuk di se çfarë do të bëj fiks, po e di se dua ta bëj. Edhe është një diçka që e njoh shumë si ndjesi. Sikur ti të ishe një busull për Venerën. Po, mund të keq qenë. Pastaj u kthye Venera një busull për mua, sepse më tha, pse mos ta bëjmë këtë gjë edhe në Strug. Unë fatikisht kam një dashuri shumë të madhe për të gjithë shqiptarët e Shqipërisë shqiptarët e Maqedonisë, më fal, sepse ka një lloj të gjithë në përgjithësi gjithë shqiptarët jashtë Shqipërisë kanë këtë ndjesinë dhe dashurisë e kulturës shqiptare. Po veçanërisht shqiptarët e Maqedonisë, përveç se flasin shumë bukur gjuhën shqipe, shumë pastër, kanë një dashuri për kulturën dhe të mirëpresin jashtëmasë shumë. Në fakt do ndalesha fiks tek pjesa pse pikërisht në Strug. Çfarë ju lidh juve ndoshta? Atëherë propozimi ishte i Venerës, për mua ishte hera pa, unë kam organizuar masterclass që kam pas goxha sukses në Tiranë, kam marrë pjesë në masterclass në të gjithë botën. Ishte hera e parë si propozim, e propozoi Venera dhe thash, ok, pse jo, është momenti që të shkojmë dhe ta çojmë pasionin, dashurinë dhe gjithë atë ëndrrën që ne kemi edhe në Strug, edhe në vende të tjera ku ka shqiptar. Kështu që pranova direkt propozimin dhe jam shumë e lumtur. Do jetë një masterclass i ndarë në 2 pjesë, domethënë me një ori teknike, pra kush vjen aty çfarë do mësoj. Do mësoj në pjesën e parë make-upin për nuseve që do bëhet nga një tjetër grimiere Maki, që është shumë e talentuar dhe vjen nga Tirana apo stafat për të treguar teknikën dhe eksperiencën e saj ndër vite, dhe pjesa tjetër do jetë make-up më shumë glam me trendet e fundit dhe gjitha teknikat e fundit e zhvilluar nga Venera. Unë mendoj që Venera është një gocë super e talentuar, ka shumë pasion edhe jam shumë e lumtur ta ndaj këtë rrugtim me të. Edhe uroj të shkoj akoma më lart. Domethënë unë kam qenë piknisja, po le të vazhdoj gjithmonë më lart. Arsida të shtyn akoma dhe më shumë. Është një grua shumë punëtore dhe ndaj dhe më pëlqen shumë që po bashkëpunoj me të dhe shpresoj mos të jetë e fundit. Jo, tash sa ta nisim kemi hallën edhe pastaj. Sa ju kanë ndihmuar rrjetet sociale për këtë nisëm që ju keni ndërmarr? Mendoj se rrjetet sociale janë shumë të rëndësishme. Domethënë rrjetet sociale janë pika kryesore, do më thënë duhet çdo gjë ta kurosh me detajet, videot dhe ti postosh, sepse aty është piknisja, do më thënë çdo gjë sot
shet në sidomos Instagrami, unë për vete jam fokusuar shumë aty sepse çdo punë që e bëj e reklamoj aty. Kush ka të dyja do merret me këtë pjesën Instagramit, video? Me gjëra teknike merrem më shumë unë, ndërsa me grimin merren goca, domethënë me gjërat më teknike të grimit. Arsida ne e bëjmë. Them të bëhet, edhe thonë jo. Po. A keni ndonjë mesazh që do doni të më illan vajzave të reja që sapo futen në profesion, që mbase nuk kanë edhe kaq besim tek vetja për të filluar një rrugëtim të ri? Po, patjetër. Atëherë ajo që unë them gjithmonë është filloni, sepse edhe unë kam pas këtë idenë e perfeksionizmit, jo, po më duhet edhe kjo dhe të kalojnë ty të kalo koha dhe vitet. Filloni në mënyrë imperfekte, sepse rrugës do rregulloni, do perfeksiononi dhe do arrini aty ku dëshironi, thjesht mbyllni syt dhe fillojeni. Edhe është diçka, është një kur ti ke një pasion dhe një ëndër, është një zë i brendshëm që të udhëheq. Dëgjoni zërin e brendshëm dhe ecni, sepse çdo gjë rregullohet rrugës. Në fakt Arsida ti ma ke tregu pak historinë tënde dhe unë të përgëzoj shumë sepse je një strong woman, të kam shumë qejf për këtë pjesë. Edhe një detaj që unë mbaj shumë mend është që në linjën tate, domethënë është vetëm një linjë që është e shkruar në shqip. Po. Kështu që gjithë përshkrimi i produkteve është në shqip. Po, sepse unë shoh shumë ëndrrën dhe pasionin për mua është shumë e rëndësishme se si ta sjell ty. Unë nuk dua të sjell një produkt, se ti produkte ke kudo, kupton, nuk ke nevojë për produktin tim. Ajo që unë sjell, shikoj, unë kam një ëndër, unë besoj te kjo gjë dhe po ta sjell ty, ta sjell me ngjyra, ta sjell nëpërmjet pigmentimit, ta sjell në këtë mënyrë, por nuk ti nuk merr vetëm një produkt, ti merr atë vetbesimin. Kur ti ve një make-up në fytyrë, një mëngjes ti mund mbulosh një natë të trisht, mund ta përdorësh për, nuk e di, do dalësh një darkë, do të jesh ylli mbrëmjes, domethënë është pasion, është dashuri, është vetbesim, nuk është thjesht një produkt. Edhe mendoj që këtë kam arritur ta transmetoj gjithmonë dhe shpresoj që edhe në masterclass të themi që shikoj, nuk po kalon vetëm 5 orë duke mësuar një teknik. Ti realisht po jep një mundësi që të zhvillosh ëndrrës tënde. Se edhe Venera ka ardhur në masterclass për herë të parë dhe ajo ka unë jam e sigurt që ajo ka shkuar në shtëpi dhe ka thënë okay, unë mund t'ja dal. Të cila masterclass ka qenë pjesë? Nuk e qenë edhe ti, Unë kam qenë modelen atë masterclass, Dhe mbaj mend atë stresin, domethënë se duhesh të nisem shumë herë që në 6 në mëngjes dhe ndërkohë sistemova edhe fëmijët. Ndaj them se më shumë që e kam nisur këtë rrugtim është se gjithmonë më thonin, ha se tani që ke edhe fëmijë do nisësh gjë. Domethënë më fal, kur shkove në shtëpi si u ndjeve mbas? Çfarë ndjeve kur shkove në shtëpi? Nuk, domethënë pasi e bëra masterclassin po mendoja vetëm hapin e radhës. Domethënë në momentin që un kam nisur, kam menduar vetëm hapin e radhës, sa më shumë të rritem dhe a mendoj që është e mundur? Mund të bëj më shumë? Sigurisht. Mendoj që është mesazh shumë i bukur ky sepse mund të jesh nan, mund të jesh në karrierë, mund të mbash një shtëpi, mund të jetosh, mund të bësh të gjitha dhe megjithmonë është super mesazh. Duke parë se e nisa këtë pjesën me Shën Valentinin dhe shumë afër nesh, unë nuk i lash gocat e mia se i dija për ato dhe nuk dija për juve, po gocat e mia falim këtë herë. E dija që i kisha single dhe nuk do merrin asnjë dhuratë këtë Shën Valentin, kështu që mendova unë. Dhe po prandaj na testove ti, jo po ç'a do bësh atë dhurata. Kemi dhurata nga Preciosa dhe ju them të gjithëve që të varroni sepse deri në datën 15 janë deri me 50% ulje çdo produkt në Preciosa. Preciosën mund ta gjeni në Teg, Ring, QTU, Top Tan, Myslimshyr dhe në Elbasan. Preciosa e çmuar si koha. E ke qelluina që sa i bukur dhe shkon fiks me ngjyrat e mia që kam sot. Unë ja bëra dhuratë dhe vetes, duke parë se edhe ju s'menduat për mua. Na shqyrë që duke qenë se unë kam kyçin e dorës pak të trash, ë. Më rrika pak. E kam gjetë shumë bukur. Shumë ti gëzoni gocën shumë të bukur. Preciosa. Thank you. Tani do kalojmë pak në publicitet dhe rikthehemi pas pak. Rikthehemi këtu në Shizoner dhe le të vazhdojmë diskutimin bashkë me Venerën dhe Arsidën. Edhe unë kisha një pyetje. Çfarë koncepti keni ju për fuqizimin e grave në praktik, jo vetëm thjesht si koncept? Atëherë, mendoj në konceptin për profesionin, për rritjen në karrierë, po. Mendoj se grua apo vajza dhe gratë, mendoj se duhet ta kenë pikëkyç, domethënë profesionin në jetën e tyre, duhet ta gjejnë veten diku, sepse është shumë e rëndësishme. Domethënë kur je e pambarur, atëherë je akoma dhe më e lirshme dhe merr vendimet e tua vetë. Domethënë i ke gjithë gjërat, vendimet që i merr për vete
e ke më të lehtë, ke një vlerë tjetër në jetë. Shikoj, unë mendoj që jemi në një fazë të shoqërisë që është një fazë tranzicioni, sepse ju nuk e di, jeni mbasi jeni më të vogla se jeni më të vogla se unë dhe nuk e mbani mend se në këto 15-20 vite Shqipëria ka ndryshuar jashtëmase shumë. Por çfarë ka ndodhur? Nga një anë kemi pasur vajza që ne kemi dashur vajza dhe vajza që kanë ardhur para meje, brezi para meje, kanë luftuar për mbijetesë, domethënë kanë luftuar edhe që duket absurde, thjesht për të marrë një person që të martoheshin me personin që donin, sepse vendoste dikush tjetër. Vajzat shqiptare kanë luftuar për të vendosur për shkollë, domethënë për gjëra bazike. Unë mbaj mend që kur unë kam qenë 10 vjeçë ne zbëdllav, domethënë që të vishim kanatiere apo të shkonim bar, domethënë quhet absurde, por para 15 vjet një femër shqiptare nuk mund të shkonte në bar 20 vjet, po them, me në disa vende në fakt ne vazhdojmë ta shohim këtë, në këto vendet më periferike, mund të them, domethënë vazhdojmë të dhe ne kemi ecur me hapa galopante, por nga ana tjetër çfarë ka ndodhur? Nëse vajza i është dashur të luftojë për mbijetesë, nga ana tjetër meshkujt e kanë pasur, domethënë mjaftonte që të merrnin frymë, edhe mashkulli shqiptar kishte çdo gjë të garantuar, se motra duhet të shërbente, gruaja duhet të shërbente, mami duhet të shërbente, nuk duhet luftonte për asgjë. Sepse është ne si shqiptar duhet ta kuptojmë dallimin midis patriarkalitetit dhe traditës. Sepse ne nëse nuk e kuptojmë ndryshimin midis patriarkalitetit dhe traditës, nuk do të ecim kurrë përpara. Po mirë, unë në fakt një dyshim që ta mbaroj vetëm ta mbaroj esencën e fjalës. Çfarë ka ndodhur? Ka pas ky lloj dizekuilibri që femra është zhvilluar shumë, ndërsa mashkullit kanë qëndruar në atë vetën dhe tani nuk e gjejnë më veten dhe dalin ky fuqizimi i femrës. Ç'a do thotë? Kur ndalemi tek fuqizimi i femrës dhe tek feminizmi i famshëm, që mendoj se në përqindjen më të madhe të kohës keq kuptohet, a mendon se femra fillon të marrë pak më shumë përparësi dhe ta uli vlerën e mashkullit, sepse unë për mendimin tim, domethënë, feministe patjetër që jam, por mendoj se secila gjini ka atë të mirën e vet. Po. Atëherë unë personalisht nuk jam feministe radikale dhe nuk feminizmi kur ka filluar thash kemi qenë këto drejtat bazike, feminizmi ka nisur për të folur, ne nuk kishim as të drejtë të flisnim, jo vetëm ne por gjithë femrat nëpër botë. Dhe feminizmi ka qenë një bekim për ne, se nëse nuk do kishin qenë, nëse ato gra nuk do kishin luftuar, ne sot as nuk do ishim këtu, që të jemi realiste. Tani nga ky moment, unë mendoj që po transformohet pak dhe ky lloj ekuilibri që dëshiron të vendoset sot mua nuk më pëlqen, sepse mendoj që një shoqëri është një sojë dëm, në një shoqëri ku mashkulli nuk ka vlerën e vet, është një sojë dëmshme si një shoqëri ku femra nuk ka zërin e saj. Kështu që është ne biles unë mendoj që ne femra thjesht duhet të luftojnë, jo për të qenë superiore. Se ne jemi superiore, na ka bërë Zoti superiore, kupton? Ne thjesht duhet të marrim të drejtat tona dhe t'i japim mashkullit të drejtën të bëj atë për të cilin ka lindur, pra të drejtoj, të marrë vendime, sepse unë jam një femër që punoj vetë. Shohim, domethënë në rrjetet sociale, shohim në mënyrën se si shumë figura publike, po dhe jo ato publiket, shprehen në rrjetet sociale se si, domethënë duket sikur feminizmi vjen direkte tek femra, si ti mua po më prek në moral, ti mua po më ul se unë jam femër, dhe ndonjëherë mua të paktën më duket sikur vetë femra e tërheq këtë lloj gjëje. Pra, pse ti vetë duhet mendosh që po të ul se je një femër, ndoshta ai po të shes si një njeri normal për të kryer një lloj debati, më kupton? Pikërisht, unë mendoj që s'duhet luftoj ne, unë e marr të mirëqenj faktin që ne jemi të barabartë. Unë s'kam pse të luftoj të tregoj ty që je barabartë. Nëse ti mendon se ne jemi të barabartë. Sigurisht ne jemi në lindje jemi të barabartë. Pastaj kemi detyra dhe përgjegjësi të ndryshme. Po për mua unë nuk dua as ta mendoj që duhet të luftoj të tregoj ty që unë kam aftësi të punoj si ti, kam aftësi të mendoj si ti dhe kam aftësi që të fitoj sa ty. Domethënë kjo nuk e ndjej fare të nevojshme ta bëj si bisedë, edhe pse e di që është e nevojshme, po unë e ndjej veten, e ndjej të mirëqen barazin gjinore. Dhe nuk dua të luftoj për këtë gjë. Vetëm te femrat dhe make-upi, dua të dija, po e teprojnë vajzat sot me make-upin apo thjesht po ndjekin ato standardet që u imponohen. Shiko, kjo pastaj është pjesë e lirisë, unë e dashuroj lirinë. Dhe kjo është pjesë përderisa ne e pranojmë lirinë, është e drejtë që secila të zgjedhë
vetë se fundja pastaj kalon gjithmonë atë pjesën diktatoriale. Kush është ai person që ka të drejtën të thotë ty se sa duhet të lyhesh? Po, njeriu është i lirë të bëjë çfarë të dojë. Po, secili ka shijen e vet edhe dëshirën e vet. Neve flasim pak për ato çfarë syri ta pëlqen. Po kush e vendos që syri jot është më i mirë se syri i asaj tjetrës? Po marr un shembull. Për shembull, mua make-upi i Engjit sot s'më pëlqen fare. E zëm, se është syri im. Mbetet syri jot. Po. Kjo nuk do thotë që Engji duhet lyhet si të duash. Duke folur në standardet e make-upit që mund të jenë vendosur sot dhe mënyra se si ne zgjedhim ta tregojmë veten tonë, Venera ti ndoshta mund na tregosh pak më shumë që sa nga vajzat mund të jenë më të dhëna pas trendeve dhe kush mund të mbajë pak më shumë atë origjinalitetin e vet, krijimtarinë e vet brenda make-upit. Shiko, shumë e rëndësishme që ne ta ndërtojmë stilin ton dhe t'i hym thellë strukturës të make-upit, domethënë ta kuptojmë, sepse për mendimin tim make-upi nuk është vetëm estetik, por është energji. Nuk më pëlqen kur ne vazhdimisht ndjekim ato trendet, po sigurisht nuk ka asgjë të keqe, domethënë janë pak të pakshmangshme. Po janë të pakshmangshme, por është shumë e rëndësishme që ne ta ndërtojmë atë stilin ton. Dhe më pëlqejnë vajza që domethënë identifikohen me make-upin e tyre dhe këtë gjë mundohem ta bëj edhe unë. Por nuk mund t'i shmangim trendet, domethënë janë të pashmangshme. Po, a vin vajza të ju dhe thonë për shembull dua të dukem si kjo influencer? Po, më ndodhi me njërë, nuk po ja thom me emrin se si kush donte të dukej, por në fakt, shiko, më tha, dua të dukem si kjo, por haj se më ver pak tela. Okej, përfundova make-upin, pastaj i kishte problem shumë rrudha. Ndonjë emër do na bësh. Si kush donte të dukej? Po, pse jo? Si Gjeneta. That's okay. Okej, domethënë Gjeneta make-upet pak më të lehta, pak më të egzageruar tin me syrin si make-up artiste, si e quan make-upin e Gjenetës? Gjeneta e ka make-upin e pastër, i del bukur, por tani domethënë edhe nuk dua ta gjykoj. Por sigurisht tani edhe nga ndërhyrjet duket bukur, por ndoshta për shihet e mia është pak e tepruar, por se nga ana e arrimjeve bie, jo nga ana e make-upit. Është ajo biseda që ne bëm çfarë që si e shef syri im, nuk e shef syri jot. Po, sepse shiko, tani Gjeneta ka bërë disa gjëra dhe duke shumë bukur, okay? Dhe tani kjo vajza më kërkonte të njëjtin make-up, por e kishte problem se kishte rrudha. Domethënë, kupton, këtu dua ta lidh. Ndjes, para se të kalojmë në publicitet, unë doja me fol për një video në TikTok që ka ba një buj shumë të madh që te kemi parë më në formë pas divorcit, më mirë, më e qetë, dhe do doja që ti të shohim edhe pak në LED këtë video. Se s'më lajmëroni kur më. Kjo faktikisht është trend TikTok-u, nuk është e bëra unë, është një trend që doli në TikTok. Kjo është një fazë pas lindjes, nuk është vetëm lindja, është edhe një lloj energjie që unë kisha përmbledhur, është një lloj peshë që unë kisha gjithmonë mbi shpatulla, dhe kjo është pas. Siç po thoya, është trend sepse ndodh shumë herë që mbas një lidhje që nuk funksionon, ti të kesh më shumë peshë, të kesh më shumë lodhje se ç'duhet të kesh. Dhe kjo transmetohet sepse fundja ne kemi energji dhe kjo gjë nuk mjafton. Ti mund të jesh edhe perfekte, po ke ato sytë fikur, domethënë nuk ke sikur ke humbur buzëqeshjen. Dhe kjo faktikisht është një mënyrë për t'ju thënë që mos prisni dikë tjetër që vit t'ju doj, por duhet të doni veten sepse ju mund të jeni vet. Kjo nuk është një promo për divorcin, që mos kesh kuptoni. Jo, fakt nga përvoja jote personale, doja që ti t'i jepi pak një mesazh për ato goca që mbas edhe kanë frikë. A kupton, por që mund të jetë edhe një fillim i ri, një fillim i bukur. Të them sinqerisht, thash, kjo nuk është një promo për divorc, unë nuk ju them sepse divorci është me të vërtetë jam tash një vitin e fundit që mund të them që kam dalë nga kjo fazë dhe nga ky tranzicion, sepse është një eksperiencë me të vërtetë shumë e lodhshme. Unë jam gjithmonë edhe kur më shkruaj në Instagram, unë gjithmonë i them shiko nëse mund ta rekuperosh diçka. Po nëse e shef që ti ke humb veten dhe nuk ke çfarë të rekuperosh më, ka momenti të bësh gati valizhen se
fundja kemi lindur vetëm, zgjedhim që ta ndajmë periudhën e jetës me një partner. Nëse ky partner nuk funksionon dhe nuk është një vlerë e shtuar në jetën tënde, duhet të shtrëngosh dhëmbët dhe ta rifillosh. Shpesh herë ky fillim i ri, shpesh herë sjell më shumë lumturi. Un kam 3 vjet që jam vetëm dhe më duket sikur kam gjetur veten, jo sepse kam filluar ta dua më shumë veten, të rikujtoj se kush jam. Pra nëse ti në një lidhje ke humbur dhe ke harruar se kush je, mundohu ta rekuperosh. Shiko çfarë mund të bësh që të mos e humbësh sepse është periudhë e vështirë. Por nëse ti e shef që nuk ke më çfarë të rekuperosh, hec përpara se vetëm ditë më të bukura të presin edhe vetëm përmirësohesh. Nuk kam pa një vajzë që është divorcuar, që ka mbledhur veten, ja ka dalë vetë dhe ti ke dalë më keq. Dhe me këtë mesazh kaq të bukur nga ty për sa i përket divorcit dhe të zgjedhësh veten, ne do kalojmë në një këngë dhe rikthehemi pas pak. Dhe jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë në She's On Air në Top Albania Radio me 2 goca tona si për Marse, bukuroshe, por dua të ngacmoj pak Venerën. Në këtë edicion të Big Brother VIP, dua të di cilët nga banorët të pëlqejnë, domethënë se si lyhen, domethënë që kujdesin më shumë për imazh. Po dhe çunat, se ata mbajnë përdorin pak makiazh. Ne po flasim për përditshmërinë tani apo për Prime-in? Për Prime-in. Okay. Atë dua të di cilat nga vajzat të pëlqejnë më shumë domethënë dhe cila më pak. Nëse flas se cila më pëlqen më shumë, do thoja Selin. E kam atë make-upin e pastër, shumë të bukur, ndërsa nëse them se kush nuk më pëlqen, nuk i kam shikuar shumë, por më kanë rënë në sy shumë make-upi i Brikenës. Fytyrën e ka të më thënë mirë pastër, por vetullat duhet mundet edhe një ndryshim t'i bëhet. Dhe informacion nga jashtë, sepse pikërisht kur pash Prime-in pyeta një nga grimirët, nga gocat, sepse është grimir jem ai, edhe pyeta për vetullat. Edhe më thanë, ne nuk i prekim me dorë, është ajo që përdor një gjel të vetin. Po. Dhe në fakt ishte përdorur diçka gabim. Ishi një shile. Okej. Eyelash glue, domethënë tek vetulla, po. Mirë se tani mund t'i bëhet një ndryshim, po mendoj se i ka microblading apo? Besoj se po, sepse edhe ajo goca që më ka bërë vetë më kishte kërkuar pse e kam. Ina ndonjëherë guxon shumë edhe me ngjyrat. Po ndonjëherë duke bukur, po ndonjëherë më duket që ke tepruar, por që mirë, edhe nëse flasim edhe për çuna, Mateos, domethënë Prime-in e kaluar i vendosën një fondatin shumë të errët dhe duke çik çik keq, po. Në Big Brotherin ton s'kishin kurrë kohë të shkretnit, me grimollë dhe çuna, dhe mban me arsyeta sepse ishin më shumë goca për të marrë përsipër, saqë ishte shumë e vështirë. Arsida, ti ke qenë pjesë e edicionit të kaluar në Big Brother VIP, nuk e di se sa e ke ndjekur këtë edicionin të këtij Big Brother VIP 5-ën dhe ai sa ke ndjekur, çfarë mendon? Si të duket? Atëherë, nuk mund t'jap opinionin profesionale se nuk e kam ndjekur me kaq shumë vëmendje, por duke qenë se punoj me rrjetet sociale, më rastis shumë shpesh që ti shoh. Atëherë, ajo që kam vënë re është që mendoj që është hera parë mbase këtij Big Brotheri i mungon lideri. Domethënë ka personazhe shumë interesante vet, po mungon lideri, nuk ka një karakter që ta shoh, se ka për shembull ka persona që të motivojnë, ka persona që janë pak më luftarak, ka persona që të argëtojnë, ndërsa këtë nuk e di, nuk isha fas mirë. Kush ishte lideri në vitin ton sipas teje? Vjet ka qenë unë mendoj që vjet ka pas shumë, ka pas disa. Ka qenë një luftë liderash. Po, dhe kanë qenë disa që nuk ishin frikë të thonin ore unë du çmimin. Dhe këtë vit nuk dallon asnjë karakter pak më lider? No, nuk i dalloj. Domethënë ngrihet te njëri kështu bësi ato popcornat puf edhe pastaj kthehet. Nuk shoh lidere, mendoj që është hera parë. Nga të gjithë personazhet, kush është më i preferuari yti? Edhe për kë kem më shumë rezerva që s'të pëlqen aq. Thash, nuk e kam ndjekë shumë sa ti bëj një analizë të them pro e kundra, po mua Birkena më pëlqen, Selin më pëlqen dhe Greta, ka një personazh të vetin, kush është Artani, është në atë mënyrën e vet, është argëtues, është një njerëzor. Edhe Mateo më duket. Edhe Mateo më pëlqen dhe nuk më vjen keq nëse do fitonte Mateo, sepse fundja është, thash, nuk është një bik ku luftohet, ku ka gjëra, ku me të vërtet njerëzit e duan çmime patjetër. Fundja pse mos ta marrë një djalë si Mateo që ka treguar vlera, ka treguar respekt, domethënë ka treguar ca gjëra njerëzore shumë të bukura, mendoj unë. Por ke balla një deklaratë për Kesin.
Ç'a kam bërë? Në një deklaratë për Casey. Pas kam bë, po. Ta shohim në deklaratën e Arsidës si lutem. Kanë thënë mbyllat e gojë dhe disa jam urtsu. Po pusho. Më kanë thënë mos flit më, se nuk e di, më pesho shumë fjala edhe bëhet një gjë virale. Casey është demonstrimi që një mashkull nuk do zgjell kurrë një femër si Stelina, që është tyr të përmirësohet dhe të rritet, por do preferoj një vajzë si Ina që nuk e detyron të përballet me versionin e tij ku duhet të zhvillohet. Është e vërtetë, kam thënë, si më kanë thënë. Edhe e mendoj, atë unë e kam parë pak dinamikën dhe unë mendoj në momentin që i shija me aq sa i kam parë, nuk e kam ndjekur përputhjen dhe nuk e di se si kanë arritur deri aty ku arritën. Po aq më sa kam parë videon, unë e kam parë Casey përballë Stelinës si një personazh që Stelina i kërkonte shumë, domethënë i kërkonte të rritej, i kërkonte të përmirësohej. Përgjithësi. Në përgjithësi, po Jo, po i kërkonte përgjithësi. Përgjithësi, eksakt. Dhe ai do të thënë sikur i peshonte, ai nuk, sepse rritja, zhvillimi është një diçka që nuk mund të ta imponojë të tjerë, ti duhet ta bësh vetë. Edhe shumë herë për shembull disa persona përballë eventeve, personave që ty të kërkojnë të kalosh në nivelin tjetër, disa ja dalin dhe zhvillon, disa të tjerë tërhiqen brapsht. Ndaj ti mendon që mund të ketë ndjenja për Stelinën, por ka zgjedh një rrugë në thojza më të lehtë me Inën? Tash, a ka ndjetë, thash, nuk e kam ndjekur kaq mirë se ato ndjenjat janë ato gjërat vogëlsirat e vogla që shihen, po mua në fillim kur e kam parë në përputhje më pëlqenin shumë si çift. Duket sikur kishte ndjenja dhe kur ka ardhur në përputhje, unë kam parë disa video që më kanë dalë në TikTok që thoshte unë kam marrë për këtë dhe pikë, domethënë më pa dhënë idenë një djali që e dinte se çfarë donte. Por kam përshtypjen në momentin që Stelina i tha prit një sekond se po të rish me mua, ka ca detyrime, ka ca gjëra që duhet, nuk mund të shkosh saktë sa andej, mendoj që ai ka zgjedhur rrugën më të thjeshtë. Është diçka që ndodh shpesh. Jo se Ina është vajzë e keqe, dhe mua më ka ardhur keq, domethënë vajzë e keqe, më fal se nuk e di se kush është, se nuk e njoh, po nuk është se dua të them që Ina nuk është e mirë apo zgjodhi Inën se nuk është mjaftueshëm. Thjesht ajo në italisht li va bene, domethënë është okay, e pranon ashtu siç është, nuk i kërkon që të kalojë në nivelin tjetër, nuk i kërkon zhvillim përballë Inës, edhe ngelen atë nivel, kështu që për atë është një zgjedhje më e thjeshtë, mendoj. Por je shpreh edhe për Brikenën që të pëlqen. Edhe këtë e kam thënë. Dhe disa, mirë që kam fol pak te vitet, se kisha fol më shumë. Por që disa deklaratat e saj të duken edhe pak si të pruara, sidomos ajo që kur ka hyrë që ka thënë që nuk ka kanë kurrë një lidhje. Po, atë e kam thënë, unë mendoj që Brikena edhe mendoj që Mateo e stefi pak Brikena, nuk e di pse dhe çfarë kishte ndodhur, por hyri me një vrrull shumë më të madh dhe mendoj që Brikena është një personazh paradoksal. Pra, duket kundra dhe thot kundër, dhe kjo ty të bën të flasësh për të. Son këtyne gjanave që thon? O zot, duhet ta ndjekësh shumë, domethënë duhet ta shohësh bigun, që të shohësh ato detaje, se nuk mund t'japësh një gjykim me thjesht me video. Të ka qelluar ndonjëherë në rrjetet sociale Brikena për shembull? Sepse është përfol edhe kjo pjesa e rrjeteve sociale që s'kan lidhje fare me çfarë mund të deklarojë. Është paradoksale. Nuk përputhet ajo që thot me atë që bën. Por ndonjëherë thashë edhe duhet parë më shumë, sepse një vajzë e bukur që vendos të vishë një farë mënyrë nuk do thotë që s'ka vlera apo që nuk e dëshiron me vërtetë. Mendoj se është shumë politikisht korrekt, por unë kam thënë për mosh populizëm, por doja edhe një mendim tjetër pikërisht nga ty për një deklaratë tjetër që ka dhënë, që është gjithmonë ngjerin ke Brikena, por ajo që do falte shpullën nga ana e bashkëshortit. Kjo ishte, faktikisht nuk e komentova se tash nuk dua shumë edhe të merrem me këto gjëra dhe duket sikur të përfitoj, se unë kam bërë bigun tim, nuk kam pse flas gjithkohës për të tjerët. Është absurde dhe nuk është e pranueshme, absolutisht. Edhe gjëja më shëmtuar është që Brikena kishte, nuk e di, ai ishte përballë në atë moment apo në dhomë, kishte Juelën, e cila ka humbur partnerin e jetës, sepse kunata e vet ose kunata që do bëhej, me sa duket ka falur shumë shpulla dhe kunati, domethënë burri ish motrës partnerit të Juelës ka vrarë të fejuarin e Juelës edhe motrën e vet. Pra, ti ke në sat një person që vjen nga një person që ka vdek sepse ka të toleruar dhunën, se shpulla nuk është se zgjodh një tjep i shpulla dhe nesër transformohet. Shpulla është rezultat e një lloj sjellje dhe një lloj tipologjie. Nuk ka edhe të edhe nëse e bën, paktën mos e thuaj. Shpresoj mos ta bëj askush, por nëse e bën, mos e thuaj paktën, mos e aprovo, mos e normalizo, mos e promovo, mos e normalizo. Nuk është normale të thuash ti që unë për të mirën e fëmijëve, fal.
mos harrojmë përveç ju Ele se tani më kujtua, vim dhe nga një histori tjetër ku babai shpull mbas shpulla ka tentuar dhe ta vras të jomën e Stelinën, po kemi pra rastin e jemi Stelinës. përballë, domethënë jemi në një shoqëri ku nuk mund të toleroj. Unë vet kam bërë një dramë shumë të madhe për një fjalë që mu tha. Jo Po, më e të maj arrit të dhuna. Unë kam vënë fytyrën time për të thënë që ne duhet ndalojmë ke fjala, jo më të shpulla. Ne nuk duhet tolerojmë as fjalë sepse jemi një shoqëri e dhunshme. Nuk mund dalësh ti tani unë për të fëmijën e fëmijëve. Në fakt aty më kaftofi çik, tash u kujtova sepse se kam Nuk e kam me qef tani. Tash u kujtova sepse nuk e kam promovuar dhe nuk e kam suportuar më Brikene, kjo pas ka qenë se e harrova. Jo, jam komplet kundra, nuk tolerohet në asnjë lloj mënyre, nuk promovohet, nuk absolutisht as shpull, as i gjë. Një person që të do, të respekto, je i mërzitur, shkon puntate, shko ke dhoma jote, jo të vish të fusësh shpulla për Vajza, kalamajt. ishte vërtet shumë kënaqësi që ju kishim pjesë tonë. Shpresoj që t'ju shohim lart e më lart me sipërmarrjet e juaja. Ishte kënaqësi që e ndam këtë bisedë së bashku. Urime dhe suksese për masterclassin një herë. Faleminderit, Më ishte kalu mirë, shumë. kënaqësi. Shumë faleminderit dhe kalojmë në publicitet dhe shihemi pas pak. Suksese. Jemi rikthyer këtu në Shizon Air në Top Albania Radio dhe un kam dy të ftuar. Mos ma duj për keq, por un janën e kam shumë për zemër. Jam shumë e lumtur që e kam këtu në studio dhe është Stelina. Bëjmë xheloz unë. Jo, po s'ke pse të bëj, se unë të kam ty shumë të preferuar. Plati xhelozia. Ty me kitarën tënde. Livia, faleminderit zemër, edhe unë jam shumë e lumtur që gjenden pranë teje, po edhe mes gocave, edhe patjetër edhe me të ftuarin tuaj special. Kemi dhe Nik Zahimin që është një këngëtar, kështu që të kemi sjell edhe me muzikë dhe me shumë harmoni. Më keni pritur në mënyrë më të mirë të mundshme. Është vërteta, vetëm ty të kemi trajtuar kështu nga kush ka ardhur nga Big Brother. Po ndihem shumë e lehtatuar. Si kanë qenë këto ditët, Stelina, si fillim pas Bigut, këto komentet, si ke pritur? Ditët kanë qenë shumë të bukura. Mezi kam pritur të marr patjetër këto komente dhe të shikoj se si më ka pritur publiku. Kam qenë shumë e kënaqur që përgjithsisht pjesa më e madhe kanë qenë pozitive. Patjetër, edhe ju e dini që jo të gjitha janë pozitive, por ne jemi mësuar me këtë gjë. Ato negativet, në çfarë të kapin, domethënë, në çfarë të gjykojnë? Shiko, më së shumti janë tek marrëdhënia ime dhe e Kesit, patjetër, por përgjithsisht aty kapen, tek ato. Por të çfarë gabimi yt? Po tek fakti që Sipas atyre gjithmonë. I është dhënë shumë vëmendje kësaj marrëdhënie dhe duhet të kisha qenë më e tërhequr në të. A mendon se e njohën Stelinën e vërtet? Unë mendoj që e kam shfaqur Stelinën e vërtet që në eksperiencën time të parë që ka qenë në Përbuthen. Nuk e di nëse i kishte mjaftuar publikut për ta njohur që aty, po patjetër Big Brother është një format shumë herë më i madh për ta njohur një personazh më mirë, kështu që patjetër në Big Brother unë shpresoj shumë që të më kenë njohur sepse patjetër unë këtë doja, që të kuptonin të gjitha anët e mia. Nëse ti do kthehesh mbrapa në kohë, cili do ishte një reagim ose një vendim që ti do ta ndryshoje me se s'bëm? Një reagim patjetër më kujtohet dita kur kam ndjekur Kesin në pishinë që i kërkoja një shpjegim, atë patjetër do ta fshija. Mendoj që nuk ka nevojë që unë të kërkoj një shpjegim. Tani jo patjetër, po as atëherë mendoj që nuk ishte nevojë për një shpjegim. Kjo ndoshta edhe për faktin se ai vet nuk kishte çfarë shpjegime të më jepte për mënyrën se si shkoi situata jon. Gjërat e tjera mendoj që nuk do t'i ktheja shumë, nuk do të bëja shumë ndryshime sepse patjetër ajo është një nga eksperiencat e mia më të bukura, pikërisht për faktin që është spontane dhe çdo gjë ka ardhur ashtu siç është parë edhe tek ju, totalisht e pa planifikuar. Stelin, kur kthen kokën pas, atëherë duke menduar gjithë sfidat që ti ke kaluar, cili ka qenë momenti yt më i vështirë aty brenda, që edhe sot të qëndron akoma në mendje? Mendoj momenti më i vështirë brenda në shtëpi ka qenë momenti kur ka ardhur Ina që ndryshoi të gjithë rrjedhën e marrëdhënies tonë. Por mendoj që bëri ishte shumë ikonik, kështu që mendoj se por mendoj që ka bërë gjë më të mirë sepse mua më hapi syt shumë pak ditë pasi po mundonim të rikthenim diçka me Kesin.
Kështu që për mua ishte shumë mirë që ardha Inës në shtëpi. Okay, ishte diçka e mirë për ty. Po ka qenë momenti vështirë për hir të vërtetës. Un kam pasur, më falni, kam pasur një teori në mendjen time, si shikuese, dhe mendoja, duke parë se ti nuk është se i ndonjë shumë në krah Caseyt kundrejt lojës së tij. Mos ka qenë kjo arsyeja sepse ai krijoi çiftin me Inën, sepse Ina si duket nga fakti që nuk kishte shumë shoqëri, nuk kishte shumë qasje brenda shtëpisë dhe nga mënyra se si ajo hyri. A mendon se Casey e zgjodhi për këtë arsye dhe jo patjetër për ndjenjat që kishte dhe donte të zhvillonte historinë e dashurisë brenda Big Brother që dihet që publiku e do shumë? Mendoj që patjetër mund të jetë një arsye kjo. Kjo edhe për faktin që edhe në eksperiencën e parë që ne kemi pasur në përputhen, Casey ka treguar që siguria ka qenë një nga problemet më të mëdha që ai ka, kështu që ai kërkonte vazhdimisht të gjë. Unë nuk jam mirë që nuk të jap siguri, por në momentin që unë nuk gjej të njëjtën gjë nga ana jote, do më duhet të tërhiqem dhe të vej veten time primare. Kështu që mendoj atë siguri të cilën nuk ja dhash, Casey e gjeti tek Ina dhe vazhdoi rrugtimin e tij. Ti e shprehur se ky është një kapitull tashmë i mbyllur me Casey, po ai ka tentuar të komunikojë me ty në ndonjë formë këto ditë jashtë? As unë dhe as Casey nuk kemi tentuar të flasim me njëri tjetrin sepse nuk kam asnjë arsye për të folur. As në ato rastet kur rastisnin në të njëjtin praj? Në të njëjtin vend. Vetëm një herë ka rastisur, jo, nuk kemi pasur asnjë lloj kontakti, qoftë ky edhe kontakt me sy. Asnjë përshëndetje as gjë. Asnjë përshëndetje dhe asnjë kontakt me sy. Po të jap një supozim. E zëm se kjo gjëja e tim me Inën nuk po funksionon dhe ai tenton sërish të ketë një ur komunikimi me ty. Cili do ishte reagimi jot? Për mua janë të mbyllura, unë i kam dhënë 2 shanse Caseyt për ta përmirësuar marrëdhënien tonë, kështu që nuk ka nevojë për një të tretë mendoj unë. Dhe i dyti ishte i tepër. As për të folur, ë? Patjetër, nuk ka asnjë lloj arsye për të folur ne të dy bashk. Aq më tepër që ne të dy sa herë që flisnim ziheshim. Nuk kemi pse ta stresojmë më njëri tjetrin, kështu që të dy në jetëve të qetë, në secili në jetën e vet. Këtë ndarje mund ta quajmë si shpëtim apo humbje? Shpëtim, patjetër. Patjetër që është shpëtim. Aq më tepër me ato çfarë un kam parë, definitivisht është shpëtim. Do doja një këshill nga ana jote për një gocë që mund të përjetonte të njëjtën situatë. Shiko, durimi është gjëja më e madhe në situata të tilla. Realisht do t'i sugjeroja që të kishte primare durimin dhe patjetër mos harronte asnjëherë se sa e rëndësishme është vetja e saj. Kështu që unë e kam humbur ndonjëherë rëndësinë për veten time, duke u përqendruar kësaj marrëdhënie dhe dedikuar sa më shumë kësaj marrëdhënie. Ka qenë një nga gabimet më të mëdha që un kam bër. Kështu që patjetër Cili? Shansi i dytë? Apo gjithë marrëdhënia? Shansi i dytë ka qenë patjetër gabim shumë i madh, por edhe fakti që unë shpesh herë e humbisja veten në këtë marrëdhënie dhe i jepja përparësi Caseyt, partnerit që unë kisha, është gabim shumë i madh. Mendon që në Big Brother ti ke dhënë ndonjëherë përparësi? Unë nuk e mendoj. Jo, përparësi nuk i kam dhënë. Kjo ndoshta edhe për faktin se unë isha lënduar një herë më përpara. Patjetër që nuk mund të kishte më përparësi Casey në këtë marrëdhënie. Okej. Jo, nuk ja kam, është e vërtetë që nuk ja kam dhënë. Deklarat që Niku ka dhënë, që është e vërtetë. Niki, se më tha çfarë dhe na tha. Nik para disa kohësh ke thënë se një rocker shqiptar nuk mund ta përballoj ose e ka rrugtimin më të gjatë në Big Brother dhe duke cituar fjalët e tua, nuk gjykoj si stereotip rocker, por ne kemi shpirtin shumë të pastër dhe nuk turojmë dot pa drejtësi. Duke parë edhe rocker të tjerë që janë futur, si kanë përballuar dot ato provokime. Prandaj se besoj, nuk japim dot fytyrë fallso. Pra, për ty qëndron një fytyrë fallso brenda Big Brotherit? Apo publiku nuk do ta donte kaq shumë? Një fytyrë false, do të thënë që nuk jep ngjyrat e tua të vërteta përballë një provokimi ose një loje që bën kundërshtari jot. Tani unë si Niki real nuk mund të ta toleroj dikë të më fyejë në siç po ndodhen edhe tani së fundmi në moral, në familje, por që të ndalem nga vetja. Prandaj them që duke parë rocker të tjerë, kujt i referohesh? Një mikun tim shumë të mirë që quhet Endrik Beva, që ka qenë. Atë është më, okay. Po, që e kam parë që ka qenë siç ka qenë në jetë reale, nuk i ka duruar dot paditësitë. Kështu që dua të di nëse ty do të vinte ftesa për në Big Brother ti e për kategorikisht jo. Kështu themi, si ti. Pas ka një dëshim aty. Parasysh kështu po ngjit, jo nuk do futem dhe është pastaj sondohen. Është e tunduese, domethënë është fik me dy presa. Me që e kemi Stelinën këtu, ty të zhdukur falso brenda apo jo, si të zhdukur? Nuk mund të them, domethënë fytyra falso si
si term që kanë shpjeguar, domethënë është një fasadë që vë para teje. Që nuk lejon tjetrin që të ndikoj ose apo jo Stelina, që E ka patur këtë fasadë sipas teje thjesht me syrin tënd të jashtëm? Nuk e di, ndoshta nga situata që ka pasur, nuk e di si ka qenë situata para Big Brotherit me Ska që flasim vetëm aty, Inën. Dhe më tutje, ndoshta është edhe ai personi që je mes 4 mureve. Po ja ta marrim dhe një gjykim ndoshta nga një mashkull. Si e gjykon ti këtë situatën? Si shikoni ju meshkujt? Se ne femrat e dihet mos i me aq sa kam parë, me aq sa di, jap të drejtë Stelinës. Kështu që Kanë shpirtin e bardhë në publicitet nik, do na bësh një këngë me kitarë? patjetër. Ka si tematike, jo po ndarje, jo po Atë që do këndonin bashkë. Atë do më ndihmosh. E pas kanë vendosur bashkë. Besoj e din gjithë, po. Hajde. Ne po diskutonim pak bashkë para se të futeshim dhe i tregova për një nga këngët e mia të preferuara, të cilat unë kam kënduar me shpirt edhe në Big Brother. Kështu që Se ti e motiv jetës sime, veç për ty do të jetoj. Ti më bën të fler pa mendime për ty unë adoroj. Jemi rikthyer në Shizoner në Top Albania Radio. Edhe pak dhe do ma merrni punën. Unë kam një lidhje emocionale shumë me këtë këngë, faleminderit. Unë mendoj se Po. Dhe unë mendoj se edhe pak do na vinë një propozim nga ty, do vini për korrë. Do e bëj një propozim tjetër për pak më vonë kur të vi fundi. Apo Ose ishte ti këtu me ekipin tonë, bashkë me kitarën tënde. Po, të lëshoj dhe flokët, të heq dhe mustaqet dhe jemi komplet kështu. Nik, a ka pasur momente kur ke menduar të heqësh dorë nga muzika? Jo, asnjëherë. Kurrë. Asnjëherë. Domethënë nëse do arrijë moment do jetë një gjë shumë, do ke ndodhur diçka shumë e vështirë, në një tragedi, në një lloj. Çfarë nuk do bëje ti kurrë për famë apo për klikime? Të ndroja zhanrin. Është e fortë kjo deklarata të Edhe pse ndroja ndruan zhanrin. para 5 minutash, po s'ka. Prandaj e them se është pak vështirë në zhanrin që unë di që ti ndjek, që shqiptarët ta përqafojnë fort, domethënë ashtu siç janë pak me kokra, si Po normal, tani është target group shumë i vogël, po ai që është i sakt. Po është i sakt, është ai ka e audiencës shqiptare. Tani si fansa të Gentit, besoj, e dim që kur bën koncerte të rockut që janë të mirë fillta, mbitet një lloj audiencë që Jo, vërtet është një nga më të bukurat. Unë kam qenë madje në një dhe kur ti ke performuar në skem bashkë me Gentin, e kam shijuar vërtet shumë dhe ju them që vazhdoni fuqishëm sepse kemi nevojë për këtë muzikë. Po ti Stelina nga ana tjetër, çfarë nuk do bëje për famë dhe klikime?
Shiko, nuk është që ka një gjë shumë specifike të cilën unë nuk do ta bëja, por patjetër jashtë kornizave të mia unë nuk dal dot. Kështu që këtë gjë e kam treguar edhe në Big Brother, dhe ndoshta kjo është arsye pse unë jam jashtë sot. Thën kjo me gjithë shakaje, por ky është realiteti. Edhe nga bisedat që unë kam pasur, qoftë edhe kur kam dalë jashtë, kritikat më të mëdha kanë qenë që njerëzit prisnin shumë nga unë, qoftë edhe në debate, qoftë edhe në argumenta, të cilat unë zgjodha të tërhiqesha shpesh herë, kjo sepse realisht kur një debat nuk më përfshin direkt mua, jo që nuk e ndjej veten për të futur brenda, se patjetër çdo debat ka arsyet e veta dhe mendimet e tua janë gjithmonë të vlefshme. Por realisht më dukej e tepërt që të futesha edhe unë midis atij kori të madh që bëhej në shtëpi, që secili të kapte sadopak nga situata. Unë nuk doja të ushqesha me situatat e të tjerëve. Nëse unë doja të ushqesha, do doja të merresha vetëm me situatat e mia, pra ato që më lidhin direkt mua. A ka ndonjë lojtar që duke mos dënë nga kornizat është akoma brenda sipas teje? Po. Që është dhe i fortë? I fort, shiko, nëse ti nuk ke një situatë tënden, por që merr gjithmonë nga situatat e tjerëve, nuk mendoj që të bën lojtar të fortë. Janë disa persona aty që vazhdojnë që ndrohen në shtëpi dhe unë vazhdoj habitem dhe them si janë akoma në shtëpi. Një nga ato është Juela. Sepse më duket sikur është gjithmonë në hijen e Brikenës, pra është kapur fort me Brikenën, dhe mundohet të shfrytëzojë të gjithë situatat që ka shoqja e saj. Mark Shushkas edhe nga ato çfarë kishte folur dje që doli në Prime-in e djeshëm, pra mundohet gjithmonë të shfrytëzojë qoftë marrëdhënien e Brikenës me Mateon, qoftë debatet që Brikena mund të ketë me banorët e tjerë dhe të japë nga një mendim që të dali qoftë krah apo dhe kundër, siç doli dje në Prime-in e djeshëm, kundër Brikenës. Tani kam një kuriozitet, a të ngacmojnë më shumë djemt tani që dolen nga Big Brother apo më pak? Shiko, unë kam marrë një dashuri shumë të madhe nga publiku. Unë kur dal rrugëve, realisht ka shumë njerëz që më dalojnë në rrugë edhe e kam ndjerë shumë. Ngacmim tash, jo dashuri publiku, ngacmim. Por nuk e kam, jo, ngacmime nuk i kam ndjer. Pra mesazhe ndoshta në Instagram. Mesazhet në Instagram nuk i shoh fare, nuk i kam pas parë as më përpara se të merresh. Nuk i shoh mesazhet në Instagram, se ka pafund njerëz që mund të shkruajnë. Do bëjmë një gjë? Më thuaj. Mi hapi çik tani Instagramin tonë. Do hapim vetëm një request kështu random, rastësisht. Ndërkohë, mu përgjigj vetëm kësaj pyetje, zemra është e hapur apo e mbyllur? Zemra është gjithmonë e hapur për njeriu e dur. E kam në dorë telefonin e Stilinës. Po i bëj një xhiro kështu, edhe ku të na bjer gishti. Dhe po e çoj këtu. Ka flak. Po e çoj dhe se këtu s'më dha shumë. Nuk e ndezi mjaftueshëm. Stelina, vajza më e mirë në Big Brother, po më e pa fat sepse dashuroj një maskara. Kështu që ka mesazhe. Po me kjo gjë sepse unë e Stelina kemi dhe shumë meme të përbashkët që na i nisin ku na. Po, unë dhe Livia kemi një pikë të përbashkët që mendoj do na lidhi gjithmonë. Janë maskarend. Vazhdoj. Nik, a ka pasur ndonjë bashkëpunim të cilit ti ke thënë jo, por mendon që ka qenë gabim që i ke thënë jo? S'kam pas një bashkëpunim që të them që është domethënë humbja ime që s'kam pranuar, po nuk kam pasur një lloj oferte që të them nuk dua ta bëj se s'dua, domethënë. Kur të vi koha do ta them. Okej. Po ti krijon më shumë këngë kur je i thyer emocionalisht apo kur je mirë dhe ndihesh mirë? Tani gjithë këngët që flasin të baladat, të këto këngë të dhimbjes, të këto që kënduam çfarë, domethënë vijnë nga një lloj emocioni, nga një lloj ndarje, nga një lloj tradhtie. Ke pasur ti një histori personale pra që ka lind një këngë? Dashurie jo, por situatë domethënë që është kundra sistemit, kundra të padrejtësive, kam pasur shumë situata që si pasojë të meritokracisë nuk kam pasur. Në çfarë fushë padrejtësia? Në karrierë. Domethënë ke pas ca, si thot vajza më ndihmoni, ca bryla. Bryla sa të duash, po, edhe si rrjedhoj ka ardhur disa bulza që nga artista shumë të mëdhenj. Më të mëdhenj thot apo më të vegjël këta? Po. Ama na shpjegoni pak, mas bërtheni pak të gjanë brylave në këtë lloj. Është nuk ka artist të vegjël, artist të mëdhenj. Mos hap ty requesta, të fol. Nuk kam shkreti, nuk kam. Tani unë për shembull kam një shembull bryli. Një personi
që unë njoh shumë mirë, ja çka kishte ndodhur. Thonin nëpër lokale, ja po filani ka koncertin 7.000 ose ai ishte, që nuk ishte as pak e vërtetë sepse kishte çmim tjetër. Edhe kjo gjë e ka penguar në karrierë ose në si më thanë në punë, sepse normalisht nuk e thirrnin për atë çmim. Ky është një lloj bryli, të ka ndodhur një gjatë të tillë ose na thuaj pak. Sa të duash. Rasti më i hershëm domethënë që një lokal specifikisht në Tiranë i kishin helmuar për mua se ky nuk di të këndoj apo s'di banda të luaj apo nuk bën atmosferë. Dhe tani kjo nuk e di në sa lokale ka ndodhur, në sa vende është thënë, por një nga këto lokale pronari ka ardhur ka dëgjuar live. E ka dëgjuar gjendjen vet, e ka dhënë verdiktin vet e na mori, na testoi. Pra kjo ka ndodhur si informacion nga artistë të mëdhenj. E ke zbuluar se nga ku të vinte o nga kush të vinte ky bryli? Kjo po. Të mërshme. A nuk është e dhimbshme që artistët e mëdhenj në vend që të suportojnë të artistët e rinj. E di që s'do na e thuash po në inicial. Jo, fare. Po çfarë reagimi bëre ti kur morë vesh që ky personi përhap fjalë për ty, domethënë që ky tipi s'di të këndoj, po. Jo, thjesht nuk isha më, domethënë nga momenti që ma than, e kupton se nuk e zbuluva vet, ma than që kshu. Thjesht erdha vet ta. Kishe marrëdhënie me këtë personin? Ishte e papritur si? Jo, kisha një lloj marrëdhënie, koleg. Tani, koleg, okay, po ndajeni dhe pak në kategoritë e muzikës që ju performoni nga e njëjta koleg, po. Koleg i plot domethënë. Koleg. Ta kolegët. Niku këndon shumë mirë live, faleminderit. Niki, të lutem. Niki këndon shumë mirë live dhe do doja ta dëgjoja më shpesh, kështu që kjo është së shpejti, na lejohet të themi emra lokale është pikpyetje? Jo. Mirë, në datën 19 shkurt jemi në një lokal specifikisht të Tiranës. Aty ku më ke parë për të fundit. Jemi dakord? Okej, unë jam super dakord. Nga ana tjetër, Selina, nëse do të jepi prapë mundësia, do futesha prapë në Big Brother? Duhet ta mendoj, nuk do doja asnjëherë që të merresha përsëri me këtë historinë e famshme dhe mendoj për sa kohë që vazhdon të jetë, po përmend emrin e Inës, vazhdon të jetë brenda, mendoj që po ze atë, se ndoshta mund të ketë një rikthim të Kesit. Aq më tepër nëse rikthehet dhe Kesi, jam shumë e sigurt që njerëzit do vazhdojnë të flasin, ja, se u kthye, se është kjo historia, pra mendoj që njerëzit e lidhin gjithmonë këtë historinë tonë me njëri tjetrin. Kështu që kjo është vetëm gjë që mua më bën të rimendoj nëse do hyja përsëri në shtëpinë e Big Brotherit. Për asnjë arsye tjetër patjetër nuk do ta mendoja, sepse është eksperiencë shumë e bukur edhe realisht ka një atmosferë shumë të këndshme aty brenda, qoftë edhe me banorët, se ju ndoshta shikoni vetëm debatet, ato që jepet më shumë zë, por ka edhe momente shumë të bukura, shumë prekse ku ne ndajmë edhe historitë me njëri tjetrit. Edhe patjetër që mua më kanë shijuar. E vetmi arsye, siç e thash, që do më bënte ta rimendoja është fakti që më lidhin gjithmonë me një pyetje shumë të ftohtë. Lidhe me Inën, meqense e përmende. Tani, për te historisë tënde gjitha, si lojtare, në çfarë se si po vepron, je pro apo kundra Inës? Shiko, ka pasur shumë ditë që Ina ka qenë jo në gjumë, po në super gjumë. Më duket sikur ditët e fundit është zgjuar pak. Duket sikur po merr një farë pozicioni në shtëpi, por fakti që ka ardhur ashtu si erdhi në shtëpi, patjetër si konkurrent për të futur mes për të si më thon, po përket si gjatë. Po bashkas që nga videoja që patjetër, videoja që banorët pan dhe publiku i gjerë pa, që patjetër nuk u prit mirë, qoftë nga banorët edhe kur dola jashtë patjetër. Dua ta sjelloj pak më shumë këtë pjesën e Inës, kështu që Nik merr çika të kitarën prapë se do këndojmë ne. Mua do më pëlqente që ti të këndoje një këngë tënde që të përfaqëson ty më mirë. Mbretëri që po ndërtoj, dije se kam pasione, nëse ti vendos të shkosh, do jetoj ende. Mbretëri që po ndërtoj, dije se kam pasione, nëse ti vendos të shkosh, do jetoj ende. Faleminderit. Kalojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer përsëri në Shizonir në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Bimi me Stelinën dhe Nik. Të rikthehemi përsëri në këto bisedat tona, por vajza, unë e gjeta atë pikën lidhëse tuaj, dhe regjia do më ndihmoj pak me foton në LED, që ta shikojmë se ku lidhen së bashku Livia dhe Stelina bashk. A ullet vetja ka ishkesh për këto surate me gra.
Nuk mendoj kurrë që është kjo gjaja që na lidh, po jo, as pak. Na lidh, unë mendoj të paktën, po flas për vete, po unë shoh edhe Stelinën shumë të ngjashme që ne kemi forcën për të folur, jo për të pranuar, për të duruar disa gjana. Kështu që jo, nuk është ajo. Keni dhe shihet më të këqija në meshkuj. No, Pos kësaj, unë mendoj që dua t'ju them. Jo, përpos kësaj kemi edhe një pikë tjetër që na lidh bashkë, kemi pasur një jetë jo të thjeshtë të 2 javë dhe mendoj që këto gocat e forta që unë dhe Livia sot jemi këtu, është pikërisht për këtë arsye. Kështu që nëse ka një mesazh të fortë që ne të dyja përcjellim atje jashtë, është thjesht që të gjithë vajzat që kalojnë situata të vështira të bëhen të forta dhe të ecin përpara. Po, por nuk më pëlqen ajo pjesa e shijeve, me thënë të drejtën, sepse unë deri diku kam pas histori, po them se po gati 3 vjeçare, kështu që nuk kam se si të mbështyj kurrë aty ku kam hangër, ka përfunduar si ka përfunduar, por për mua domethënë do ngeli një person shumë i rëndësishëm që për te çdo gjë unë ruaj një respekt. Edhe nuk më pëlqen që nuk kam lidhje me atë meme, na kupton, është shumë i shpifur. Madje kjo faça ka ballë me të tjera që nuk më pëlqejnë. Ndryshe nga Stelina që ishte në eksperimentin e së fillimit të historisë së saj, që të paktën ka treguar fytyrën e vet, mendoj unë, ose se ku qëndronte që në fillim. Nëse mund të shtoj dhe unë diçka për këtë, pavarësisht që koha që unë kalova me Kesin ka qenë shumë më e shkurtër, patjetër asnjëherë do nuk do zgjidhej që një person të cilin unë kam zgjedhur ta kem partner ose të kaloj kohë me të, nuk do doja asnjëherë ta ulja poshtë sepse bashkë me të bie edhe unë. Kështu që me aq sa pavarësisht gjithë situatës së vështirë që ne të dy kemi pasur, me aq sa kam mundur, jam munduar që të qëndroj sa më korrekte dhe të mos ul as Kesin dhe as veten time bashkë për këtë marrëdhënie dhe historinë e famshme që kemi pasur. Jam shumë dakord për sa i përket të qëndrimit tuaj kundrejt ish partnerëve tuaj, por qëndron edhe fakti që zakonisht kemi partnerë në jetë të cilët vijnë na tregojnë që çfarë vërtet ne meritojmë dhe ndoshta nuk janë këta. Për këtu bazohem tek shihet e juaja në meshkuj. Nuk bazohem fare në pamjen e tyre, në mënyrën se si ata mund të flasin apo mund t'tregojnë në publik, flas vetëm për mënyrën se si ata ju trajtojnë juve. Kështu që një mesazh që nëse unë do doja t'ia jepja vajzave, një vajzë besoj se pavarësisht çfarë lloj gjëje që mund të kaloj dhe mënyrën se si ajo mund të rritet, është shumë e rëndësishme ta njohë veten e saj, ta dojë veten e saj, ta zgjidhë veten e saj çdo ditë dhe kur ka përballë dashurinë e saj të jetës. Dhe po kalojmë Stelina, unë dua të di cila është etiket, po themi, që të zhvendosur nga publiku në Big Brother që ty të ka lënduar shumë. Nuk është që i kam gjetur, realisht nuk i kam gjetur një koment, nëse ju mund të më ndihmoni se nuk është që kam pasur një ndoshta një koment që ke lexuar që të ka vrarë pak. Jo, një të tillë etiketim të tillë nuk është që për pjesën posesive për shembull. Ai është vërtet posesive. Ajo gjëja është diskutuar pak edhe që në eksperiencën time të parë në përputhen. Unë nuk do ta quaja veten posesive jo për ta justifikuar, por nuk do ta quaja posesive, thjesht një vajzë e cila e di se çfarë kërkon. Edhe e di se çfarë do të presi mbrapsht nga partneri i saj, nuk do të thotë që është posesive. Jo më shumë për këtë pjesë, po ndoshta edhe për atë pjesën që i vajte me kamera për shembull deri në Saran. Kjo gjëja publiku ndoshta e ka quajtur pak si posesive nga ana jote dhe prandaj të pyet, a je vërtet kështu jo, nuk jam deri në posesive dhe pak ditë më parë ka dalë prezantuesja e programit të përputhen, Megi Pojani, e cila ka dhënë një intervistë dhe thotë që është pyetur pikërisht për pabesinë në thonjza që është bërë kesit për vajtjen me kamera në Sarand dhe ajo vetë ka pranuar që ka qenë nga përputhen thjesht për të ruajtur transparencën në publik. Dhe kjo gjë është sqaruar edhe në ditën që është transmetuar klipi ku unë shkoj në Sarand për kesin, ku të gjithë bashk, pra edhe unë, edhe prezantuesja kemi sqaruar që nuk ka qenë dëshira ime në asnjë moment për të shkuar në Sarand me kamera tek kesi, pra për ta transmetuar këtë gjë. Kështu që ju lutem këtë gjë ma hiqni sepse nuk më takon fare. Unë besoj që në këtë pikë megjithmonë duhet ta heqim të bashkangjitje stop. Stelina Kesi stop. Patjetër. Shiko, mua më vjen shumë keq që vazhdon dhe trajtohet si temë, aq më tepër që ai djali ka një marrëdhënie tani, absolutisht unë nuk do doja fare që të futesha si e tretë ose si një person që vazhdon dhe flet për këtë marrëdhënie në momentin që ai ka diçka tjetër. Aq më tepër, edhe nëse nuk do kishte diçka tjetër, besoj që kam mjaftuar shumë arsye që të mos ta gjej më veten qoftë në këtë marrëdhënie, po aq më tepër edhe në diskutime për këtë marrëdhënie. Bazuar nga shkëputja e imazhit tënd nga Kesi dhe nga kjo histori e vjetër, kush janë planet e tua për
tani pas Big Brotherit, pas gjithë kësaj eksperiencë, ku do ta shohim Stelinën? S'ka problem. Atëherë, unë gjithmonë jam munduar që t'i lë vetes time dyert të hapura në shumë fusha të ndryshme. Thënë kjo që unë kam një eksperiencë pune edhe në profesionin tim. Jo më larg se para 2 ditësh kam marrë përsëri një ftesë për të punuar një zyrë goxha prestigjioze. Mos të harrojmë faktin që kam edhe një biznes familjar të cilin patjetër dua ta shoh gjithmonë në ngritje, por siç e kam thënë edhe herë të tjera, eksperienca ime në përputhen përpos faktit për një eksperiencë më të veçantë, për të njohur veten akoma edhe më shumë, edhe pse jo dhe të gjeja një partner, ka qenë edhe një mundësi shumë e mirë për të promovuar veten, sepse unë kam pasur ëndër ekranin që kur kam qenë vajzë vogël, kështu që nëse do më jepi një mundësi për të qenë pjesë e ekranit, do ta vlerësoja shumë dhe mendoj që do e gjeja shumë veten këtu. Po nga Niki, çfarë të presim tani në vazhdim? Ke ndonjë këngë të re ose ndonjë bashkëpunim, ndonjë emër në bashkëpunim, nëse mund ta thuash, nëse ke gjithmonë. Kam disa këngë që i kam rezervë dhe po i mbaj për një sesion live ose një studio session. Por që nga që kam hapur studion time tani, edhe është pothuajse 80% e shqyrtimit tim, dhe po përpiqem që të gjej kohë për veten. Sepse po kompozoj për të tjerë. Së shpeti. Nuk keni kohë për veten, që janë këto s'kemi kohë për veten. Bazuar tek koha për veten, unë do kthehem pak tek Soled Med. Është një klinikë e specializuar që ndërthur ekspertizën mjekësore me teknologjinë bashkëkohore për të ofruar një gamë të plotë shërbimesh në fushën e fizioterapisë, estetikës, si dhe distribucionin e pajisjeve dhe produkteve profesionale për klinikat të tjera, krijuar me bindjen se shëndeti dhe mirëqenia nuk mund të trajtohen të ndara. Soled Med përfaqëson një koncept të ri në kujdesin shëndetësor, një qasje të integruar, gjithëpërfshirëse dhe të personalizuar për çdo individ. Shërbimet që ofrojnë në Soled Med: fizioterapi, trajton një spektër të gjerë problemesh motorike dhe neuromuskulare për të rritur dhe fëmijë. Përfshir rehabilitimin ortopedik, neurologjik, reumatologjik dhe ato pediatrik. Programet janë të individualizuara dhe të mbështetura në protokolle ndërkombëtare. Shërbimi i dytë është estetik. Në Soled Med, estetika trajtohet me të njëjtin standard si mjekësia. Aplikojnë trajtime jo invazive, teknologji moderne për përmirësimin e cilësisë së lëkurës, rigjenerimin qelizor dhe rivendosjen e ekuilibrit estetik dhe ato funksional. Shërbimi i tretë, distribucion dhe bashkëpunime profesionale. Soled Med operon gjithashtu si partner strategjik për klinika, qendra estetike dhe profesionistë të fushës, duke ofruar produkte, pajisje të certifikuara ndërkombëtarisht në fushën e fizioterapisë dhe ato të estetikës. Neve do shkëputemi pak për publicitet dhe do rikthehemi pas pak. Di që bosh vjen, unë nuk jam me ty. Ja di që koha s'kthen, dhe unë të dua ty. Për mua je ti, nuk kam më tjetër vend. Jo. Të dashur bashkëpunëtorët tanë që janë andej mbrapa, ju lutem, mbajmë Nikun. Dua Nikun. Niki të lutem se i ka pastaj. Moj Ina. Nuk ka gjë. Nuk ka gjë. Përzitem shumë ku janë ngatroj njerëzve emrin. Jemi mësuar. Themi pak të Stelina se lutem, dua nga një fjali për rrugtimin të në Big Brother dhe në përputhen. Si e përshkruan ti me një fjali? Shko, janë të dyja shumë eksperienca të bukura dhe shumë të veçanta. Fatkeqësisht janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën, sepse ashtu më erdhi mundësia që unë ti përjetoja edhe nga personazhet që unë pata fatin e mirë dhe të keq të ndaja këto eksperienca, kështu që unë jam shumë e fat që pata mundësinë që të jem pjesë e përputhen edhe të Big Brother. Pastaj patjetër se çfarë na pret brenda këtyre formateve, askush nga ne nuk e di. Ne marrim përsipër të bëhemi pjesë e tyre me gjithë rrezikun që vjen pas tyre. Kështu që realisht e vetmja gjë që unë do thoja janë eksperiencat më të bukura të jetës time. Kështu që jam shumë e lumtur që kam qenë pjesë e tyre dhe më çdo mundësia të shpalos sadopak veten brenda tyre. Ne kemi të pasur të ftuar këtu Marsielën dhe Richardin dhe faktikisht ata të dy kanë dhënë disa deklarata në lidhje me ty. Marsiela është shprehur që Inën edhe Kesin i sheh bashkë si çift sepse duket që kanë kimi, ndërsa ty nuk të sheh shumë femërore. Si e mendon ti këtë?
çfarë kundërpërgjigje jep? Shiko, unë nuk e di ku e ka parë mungesën e feminilitetit Marcela tek unë, dhe aq më tepër e thënë nga Marcela nuk është që ka shumë vlerë. Por, e lëm, patjetër që Kesi dhe Ina kanë një kimi më shumë se sa unë dhe Kesi, kjo është e sigurt, sepse është parë edhe në Big Brother, qoftë edhe nga mënyra se si marrëdhënia ime dhe e Kesit shkonte dhe marrëdhënia e Inës dhe e Kesit shkonte. Pra ata të dy kishin një lloj qetësie, një lloj moskokçarje në thonjza, edhe të se si vinte situata atyre. Ndërkohë që unë nuk jam dot e tillë, patjetër që jam shumë kritike edhe për veten edhe për partnerin tim, gjë të cilën Kesi nuk e kishte shumë qef. Kështu që jam shumë dakord me pjesën që Ina dhe Kesi mund të kenë kimi më shumë me njëri tjetrin, por mungesën e feminilitetit Marcela të paktën nuk ma thot dot mua. Nga ana tjetër është shprehur se Ina dhe Kesi të paktën një herë i kemi parë ne të puthen, po janë puthur dhe shumë herë të tjera. Ti i dije për këto shumë herë të tjera apo njerëzin e tjerët, një të thjeshtët? Nuk e kemi marrë versionin. Unë nuk di as për atë një herë, kur e keni marrë vesh ju për atë një herë, e kam marrë vesh dhe unë, ndoshta disa prej personave të tjerë e kanë marrë vesh akoma dhe më përpara se unë, se unë e kam sqaruar disa herë këtë gjë. Por kisha aludimet e mia, dyshimet e mia lidhur me këtë çështje, pra që mund të kishte një puthje 1, 2, 3, 5 apo 10 puthje të tjera midis Kesit dhe Inës, por realisht mendoj që unë nuk dua të merrem më me këtë situatë, a ka pasur as ka pasur, sepse edhe nëse i kanë pasur, çfarë diferencë do bëj tani në Një deklarat tjetër bombe Marcelës ishte se ka thënë në trotuar që ty dhe Kesi ju bashkon trauma. Qa mendimi ke ti për këtë? Tani, e para punës, unë nuk di të kem trauma, sepse mendoj që vështirësitë e jetës time i kam përballuar dhe i kam kaluar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe i kam kthyer në forcë, treguar kjo edhe në eksperiencën time të Big Brotherit. Po, ka qenë shumë e vështirë për mua të ndaja ato momente të jetës time, të ndaja me publikun e gjerë. Por, siç e thash, ja punduar t'i kthej në forcë. Për traumat e Kesit unë nuk kam ndjeni, kështu që besoj për ato duhet pyesni Kesin. Ndërsa një deklarat tjetër të Richardit ishte: do kisha vepruar njësoj si Kesi në Big Brother, kur gjen dy femra që të vinë mbrapa, pse jo? Kesi luan me dy porta, vajzat si Ina si marr seriozisht. Çfarë mendimi ke ti për këtë deklarat të tjen? Tani, po e nis nga kjo e fundit, se kë mban seriozisht Kesi, Inën apo Stelindën, unë këtë nuk kam arritur ta kuptoj. Kjo edhe për faktin që jam tërhequr nga kjo marrëdhënie dhe sot është Ina me Kesin, nëse Kesi nuk e mban për seriozisht Inën, siç e thash dhe pak më parë, nuk më intereson fare të bëjnë çfarë të duan me njëri tjetrin. Po ti e çuan vetin sikur i ke shku mrapa Kesit? Në Big Brother nuk e mendoj që i kam shkuar nga mbrapa, sepse nëse rikujtoni dhe ju, ka qenë Kesi ai që ka ardhur që në ditën e parë që un kam hyrë në shtëpi, pra nga akvariumi kam hyrë në shtëpi dhe kam qenë bashkë me gjithë banorët e tjerë, ka qenë Kesi ai që ka ardhur në grim dhe më ka thënë kujdes e tjerë, ka tentuar përsëri ai ta nisi diskutimin me mua, qoftë me ato këngët që këndonte me Ilirien, duke kërkuar një darkë nëpërmjet këngëve, dhe është po Kesi ai që në momentin që na vën në një përballje në thonjza në dhomën e surprizave, Kesi më kërkon një darkë mua, kështu që nuk kam se si ti mua që i shkoj nga mbrapa Kesit. Unë kam pranuar të sqaroj problematikat që kemi pasur në një marrëdhënie të lënë pezull, siç e ka quajtur shpesh herë Kesi, po akoma s'e ka ndarë mendin, ka qenë e lëm pezull apo ishte mbyllur, akoma nuk e ka ndarë, kur ta ndaj mund ta ripyesni përsëri. Unë thjesht kam dashur të sqaroj këto, ose më saktë jo kam dashur, por meqense na është dhënë mundësia të ritakohemi dhe për të mos pasur mosmarrëveshje brenda asaj shtëpie, duke qenë se për fatin ton të mirë dhe të keq ndanim 24 orë të ditës me njëri tjetrin, kam dashur që eksperienca në Big Brother, duke qenë se është shumë e bukur, të ishte sa më e lehtë për të dy ne. Thjesht për këtë qëllim. Ndaj raposhtë dhe deklarata e Richardit. Nga televotimi i së martës, kush mendon se është më i rrezikuari? Kemi Inën, kemi Baby Jean, Greta, kemi Mirin, Rogerti. Shiko, e shoh shumë të rrezikuar Baby Jean, ndoshta se ka pak kohë se banorët e tjerë. Megjithatë edhe Greta e kam vënë re që nuk po shikohet më me shumë sy pozitiv nga publiku për situatat që ka pasur me Selinin. Dhe nga ana tjetër, unë akoma nuk arrit ta kuptoj se si Ina vazhdon që ndron në shtëpi kur ka një urrëtie shumë të madhe nga publiku. Domethënë jam shumë e çuditur se si nuk ka dhe shumë urrëtie. Ka shumë njerëz që pra shoh pjesën e komenteve, unë bazohem gjithmonë me komente, çfarë thon njerëzit. Kështu që nuk e di. I shoh këto të treja të rrezikuara më shumë. E kishte shumë, por tani është ulur dhe ka pas shumë komente edhe pozitive, po që mbështesin. Okej, patjetër që është ulur, sepse edhe krimi i marrëdhënies Kesi Ina patjetër që të zbut, sepse
hiqen, si thua, të gjitha ato dyshimet që njerëzit kishin, është e tretë, është e katërt, është e kështu, është ashtu. Në moment që ata krijojnë një marrëdhënie, njerëzit nuk ndërhyjnë më, si të thuash. Por nuk e shoh fare të rrezikuar Mirin dhe Rogertin, sepse patjetër e kanë treguar se që më ngacmon kjo gjaja mu me Ine në Stelin. Domethënë ty çdo herë që flet Ina, thu qa thot kjo, apo ka ndonjëherë që ti thu po prit të vlla se pas ka drejt edhe kjo goca, e thot ne gjatë apo një proprio kundra, si me të thënë. Më falni. Jo, dje kur ishte doli një pjesë në përmbledhjen ditore të Big Brotherit ku po fliste Rogerti, se ma kujtove nga mënyra se si ti u drejtove, dhe Mateo thot, "Ore, ky është budalla, po këtu ka drejt." Kështu që qëndron ty te kjo. Shiko, ka pasur shumë momente që unë nëse kam thënë ç'a thot kjo, jo për inatin në thonjza që mund të kem kundrejt saj, po pikërisht për faktin që ka pasur shumë fjali të cilat Ina i drejtohet të tjerëve, por në fakt i qëndrojnë dhe asaj vet. Pra, nuk mund të ngresh akuza ndaj të tjerëve për pikërisht ato që të rëndojnë dhe ty. Pastaj ka pasur edhe momente të tjera që Ina ka pasur të drejtë, kështu që unë nuk i bie dot në qafë një personi që A mendon që nuk është gjykuar shumë për historinë që kishte, domethënë kur hyni, që ka pas goca që nuk e kanë përshëndet? E kanë diku prezenca jote që e kanë këshillëtuar, sepse unë tash edhe nga jashtë nuk e kanë trajtuar edhe kaq mirë. Sa po futi kam, a kupton? Nuk po them pas që përdori ca fjalë, ka pas disa debate, po flas ajo goca hyri, nuk i llas dora. Ty si të duk, e drejt apo jo kjo gjë? Shiko, duke marrë parasysh që Ina e dinte që unë dhe Kesi ishim brenda dhe po e shikonte se çfarë po ndodhte midis meje dhe Kesa, aq më tepër kishte dalë me ca deklarata të tmerrshme kur unë kam dalë jashtë i pash se çfarë kishte thënë, megjithatë mi tha dhe mua në Big Brother, patjetër e meritonte, Patjetër meritonte se ti ka ardhur me vetdijen tënde të plot, ku aty e shikon që këta të dy po mundohen të sjarojnë, në mos do e krijonin përsëri këtë marrëdhënie midis tyre, po mundohen të sjarojnë. Po prit sepse ti vetja dhe dorë. Ja kam dhënë dorën, shiko, e kam sqaruar këtë gjë. E para punës unë nuk bëhem dot e pa edukat. Dhe e dyta e punës. Ndaj edhe ato tjera pse të bënin pa edukat? Pse mos të prisin që ta njihin gocën e huaj? Pse të bazohen në një histori që nuk e njohin tjetër? Do t'i jap dhe arsyen e dytë që realisht është shumë më e fortë. Në momentin që mua më ka ardhur pra pash zarfin që do isha një konkurrente e vetme me banoren e re që ishte Ina, realisht në ato momente unë nuk dija se ç'a të bëja. Do të thënë, mua më ra dhoma e surprizave brenda sipër kokës. Se do të thënë, përpos faktit që po vinte kjo goca, të cilën siç e kam akuzuar edhe më përpara, unë vazhdoj dhe e them, është arsye për të cilën marrëdhënia jon u shkatrua përfundimisht. Kishte pikat e veta ku marrëdhënia jon ishte krisur, por Ina i dha shkemlin e fundit. Dua ta kuptoj pak. Ti mendon se arsyeja pse marrëdhënia juaj u shkatrua ka qenë Ina? Ka pasur krisje ndërmjet. Por shkemlin e fundit patjetër që ja dha Ina, sepse ishte një gjë që unë po e shikoja me sytë e mi. Se në qoftë se ai djali ty do të donte kaq shumë, nuk do kishte as Ina, as Po unë këtë gjë e kam thënë këtë, kam përshtypjen ka dalë nga dhoma rrëfimit ka dalë kjo gjë, që unë kam thënë nuk e di nëse më ka dashur një herë Kesi. Patjetër që unë me mënyrën se si shkoi historia jon, kam vënë në pikë pyetje dashurinë që Kesi mund të ketë pasur për mua, Kështu që se pikërisht e kjo dua të ndalë sa për këtë arsye, për ta kuptuar janë dy gjëra komplet të ndryshme. Janë dy gjëra komplet të ndryshme këto. Pra, që unë kisha një situatë që po e shikoja me sytë e mi, dhe më jepte më shumë shkas për ta ndërprerë këtë marrëdhënie, është tjetër gjë. Dhe fakti që Kesi la hapësirë që kjo gjë të merrte më shumë zë, edhe unë ta shikoja akoma dhe më egër në sytë e mi, është prap tjetër gjë. Okej. Nik, po dashuria këtej nga anët e juaja rockerave. Neve rockera dashurojmë shumë, me thënë drejtën, po s'ke kohë, ëh? S'kemi kohë për vete. S'kemi kohë për vete. Kështu largohen zakonisht të gjithë pyetjes që s'kam kohë, po a ka nevojë për kaq shumë kohë dashuria? Jo, thjesht dashuria po të shëlloj shpëtove, po të shëlloj kërkoj, e thon, po ti ku je tani, po e kërkon? Po kërkoj. Si ja ka bërë bam akoma. Të bënte bam. Po për ta mbyllur bashk, më mirë kur përfrymon krababit apo kur je vetëm? Ça pyetje bukur. Shumë pyetje bukur. Po janë dy emocione të ndryshme, janë të dyja shumë bukura, po e kam nisur me babin. E kam nisur si pianist, domethënë si tasterist. Dhe ka qenë, domethënë arsye pse unë jam bërë këngëtar është prej tij. Ka thënë, nëse do dalësh i parë, do të fillosh të këndosh. Më kisha turp si në zërim. Dhe ja ku jemi tash po në një emision tek e diell kemi qenë, kemi kënduar një këngë rock bashk të Redon Makashit, se më bëre të urrej.
edhe ishte goxha emocionante. Do një projekt do ta mbyllim Me këtë këngën, po. Me këtë dua ta mbyllim, por dhe dua të më thuash, projekti yt I radhës do jetë vetëm apo me babin? Varet këtë nxjerr të parin. Po, është një Mund të na këndosh atë këngën që e këndojmë bashkë me babin për mbylljen e kësaj pjesës? I bëm të tëra këngën të ndarje sot. Se dhe kjo këngë ndarje është. Korbat ne. Jemi dhe prag Shën Valentini, po. Tamam. Ska jo. Shko vajzë në jetën tënde, shko se të urej. Ti mua më sole veç dembje, dashuri marrën beve. Shko vajzë në jetën tënde, shko dhe rije qet. I humba dhe gjitha të ndjenja, s'ma besohet. Hey, se të kam dashur vërtet. Kalon në publicitet. Pjesa 8. Sa pjesë më Tu indesha këtë natë. Te këtë si vetëm në mërzi. Valla do më flisje pra, e me veten ti me ndje qudi. Koha panende ti e ngra. Unë I pa fat me dashuri. Sa kujtime kthehen pas, e mos janë në mendje ti tani. Jo si harroj unë ata sy që më ndishin në çdo çast, në çdo moment. S'kam harruar po 10 mjalt, dhe pse fshehur ne I lam diku atje. Hej, të thëras e të mendoj, daj të lutem sot afro të takoj. Don se vitet ikin shpejt, përse na ndan, përse na ndan. Bravo tipo, ne në prag Shën Valentinit na vit turp nga e para të që shijojmë të këngëdarje. akoma. Turp na vit. Nëse se këta janë këngë që mendoj që nuk I shijoj njeriu edhe sikur ti je lumtur, ishte lumtur në jetën tënde me partnerin, këto janë super këngë. Është shumë Të kthehemi prapë te Big Brother, ta lëm të Shën Valentini si thoni ju. Na falë. Të komentojmë pak Prime-in e së martës. Stelin dua të di mendimin tënd rreth situatës Gimbo, Selin, marrëdhënies së tyre që po krijohet. Tani, mua këta të dy Ti që e ke realisht parë më nga afër. duken shumë të lezetshëm bashk. Ka një vibe shumë pozitiv edhe më duket sikur merren vesh edhe pa folur fare. Por aty brenda un kam shumë frikë të besoj njerëzve, kështu që Gimbon e shoh pak më të sinqert se sa Selin. Ndoshta edhe për faktin që Selinin shpeshherë kemi gjykuar edhe për këtë marrëdhënie që un personalisht jo, por çfarë kam parë edhe nga banorët edhe nga publiku. E kanë gjykuar edhe për këtë marrëdhënie që ka me Mirin, që e vën gjithmonë në diskutim, a është ashtu siç ata e thon apo ka diçka më tepër. Ndoshta për këtë fakt shihet edhe pak përsëri, pak më dyshuese nga ana e Selinit. Megjithatë edhe un vet marr shkas edhe nga ato çfarë janë diskutuar për këtë marrëdhënie, edhe un e shikoj pak më të dyshim nga ana e Selinit. Pra, nëse do kishte një nga partnerët të cilën nuk do të besoja, do ishte Selini. Gimbon e shoh realisht më të përfshirë. Afirmiteti mes Mirit dhe Gimbos, si ju duket të dyve? Tani, ata janë miq dhe armiq njëkohësisht. Aty më mbaj. Një sekond tash. Mike dhe rivale. E dija që do vinte kjo pyetja. Po mirë, shiko, Gimbo ka hyrë shumë shpejt në lojë.
realisht ka hyrë shumë shpejt në lojë. Po pse duhet të jetë armik me Mirin, se janë dy gjëra të ndryshme, janë dy dashuri të ndryshme. Sepse ku janë Gimbo dhe Selin, pastaj del dhe Miri aty, domethënë. Do shta Miri i prishet strategjia me largimin e Selin. Pikërisht. Ai këtë do thoj, ai e ka thënë që unë çfarë dua i mbaj pranë dhe aq më tepër edhe në kontekstin e lojës, ai e ka thënë me mira herë që Selini në thonjza ai intereson për të vazhduar këtë lojën. E tyre që e kanë nisur edhe vazhdon çdo ditë përsëritet që nga banorët edhe në Prime. Edhe unë mendoj që është shumë i friksuar nga kjo marrëdhënie Miri. Është me vërtet është i qartë fakti që do t'i duket sikur i del loja nga duart që është Selini në këtë rast. Tamam i mërzitur si një baba që po i martohet vajza. Edhe mua më duket sikur aty, të paktën në sytë e tij duket sikur po i rishket pak situata nga duart, por mendoj që pikërisht nga mënyra se si ai po e përjeton këtë gjë, vazhdon dhe perceptohet në sytë e njerëzve sikur ka diçka më tepër midis Mirit dhe Selinit. Dhe pse Miri nuk po lufton gjatë jetër aktualisht. Gjithë loja e tij është rreth Selinit, po duket marrëdhënies së tyre. Ai vazhdon të marrë vëmendjen e Selinit për të vazhduar këtë lojë që kanë nisur bashk. Por megjithatë, e di si më duket mua se sa herë që më pyesin, unë vazhdoj dhe them nuk ka asgjë midis Mirit dhe Selinit. Më duket vetja shumë kështu sikur po bëj avokatin e djallit se të gjithë njerëzit mendojnë që shikoj se mund të ketë diçka mes tyre. Por unë e shoh me atë syrin tim, paktën edhe duke qenë se kam qenë pranë tyre. Kam hyrë shumë skeptike kur kam hyrë në fillim në shtëpi, madje jam munduar që DC edhe t'ja shpreh Mirit që shiko se mua nuk më pëlqen kjo loja jote, por kur i kam parë nga afër dhe mënyra se si ata merreshin vesh, qoftë edhe thjesht për të ngacmuar banorët me një fjalë shumë të vogël, mua pëlqente, ata realisht merreshin vesh me sy. Po ajo deklaratë e tij që ka bërë këllë me rrefimi duke qajtë, ka lënë vend për dyshime ama. Po, patjetër që ka lënë vend për dyshime, por shiko, prandaj them për lojë. Dëgjoj se mund mbani edhe shumë për shtypje dua të jap koment për këtë sepse sido që unë ta sjell e di që do gjykohem dhe do shihem si ajo shoqja e mirë që dua gjithmonë ta mbroj. Kështu që realisht mendoj nuk jam personi i duhur që të jap mendim për këtë. Po se edhe kur u futen ke shpella Gimbo me Selinin direkt nga mbrapa mbani shumë edhe në rastin që Selina ka dalë nga akvariumi, nga akvariumi. Ai të tha që thuaj Selina se unë nuk jam mirë, dua të dalë. Po, por megjithatë ka qenë disa porosi të cilat Miri më dha lidhur me Selinin dhe rikujtoj kështu edhe faktin që më tha të lutem Selinin thuaja direkt që ne jemi miq, por do doja të rikujtoja gjithashtu që përveç Selinit tha edhe Loren, pra kanë qenë dy personazhe, mos gaboj, mund të kenë qenë edhe tre, por nuk e mbaj mend shumë mirë. Kështu që unë më mendoj pak kamuflazh mund të duket. Ndoshta mund të jetë. Por merakun e kishte te Selina ama. Ai e ka gjithmonë merakun ke Selina. Ai e ka thënë, unë gjërat që i dua do luftoj për to deri në fund. Ai e ka thënë që unë Selinin e dua. Tash se si e do realisht nuk di çfarë argumenti ti jap. Po unë dua të di atëre në aspektin e lojës. Kush nuk do ishte më në lojë, pra në qoftë se zëm se Miri del, çfarë loje do vazhdonte Selina ose nëse Selina del, çfarë loje mund vazhdonte Miri? A kanë lojë të vetën ata apo vetëm çfarë bëjnë të dy bashkë? Pyetje shumë interesante. Kjo marr shkak edhe nga prajmi i fundit që pam, që në momentin që Miri nuk u kthye në shtëpi, Selini pati një ndryshim totalisht të humorit, i iku fytyra, si e themi ne. Kështu që patjetër ata të dy e shohin veten ngushtësisht të lidhur me njëri tjetrin. Unë nuk e di se kush do kishte ecur më shumë vetëm. Kjo realisht është pikpyetje për gjithë ne. Unë edhe në një prime e kam thënë, ata të dy kanë ngretur njëri tjetrin pa e ditur se kush ngreti më shumë kë. Thjesht është aleancë shumë e fortë. Po, është një aleancë shumë e fortë dhe ata nuk e kanë arritur asnjëherë ta kuptojnë. Është aleancë shumë e fortë apo është një aleancë e cila hap shumë pikpyetje dhe automatikisht e bën të fortë sepse ti do mendosh pak më gjatë se prit çai afron këta të dy. Është e fortë se nga kjo, nga reagimi i Selinit mbasi iku Miri. Unë e lash fjalin pikërisht te kjo, më faqet të ndërpres. E lash fjalin pikërisht te kjo, ata nuk e kanë tentuar asnjëherë të shkëputen nga njëri tjetri për të kuptuar kush ngre kë më shumë. Dhe për të dhënë këtë, pikërisht duke qenë se nuk e kanë shkëputur asnjëherë njëri tjetrin, dalim ke kjo pika që marrëdhënia e tyre vazhdon të shihet në të njëjtin sy. Unë mendoj që ata nuk e kanë tentuar dhe nuk do ta tentojnë asnjëherë. Kjo për faktin se realisht i leverdis. Kjo gjëja vazhdon dhe diskutohet çdo ditë në shtëpi. Jam vërtet shumë kurioze të shoh Selinin me Gimbon jashtë veshgimit të Mirit, a do jetë më e lirshëm, edhe pastaj a do ndodhi diçka
që ajo do japi llogari mirit kur të kthehet, sepse megjithëse un kam pak të lloj zhvillimi me se Unë nuk mendoj që ndikon miri në marrëdhënien e Selin dhe Gimbos. Unë mendoj që është vetë fakti se sa ka arritur ta kuptojë Selini, se sa është gjykuar qoftë nga banorët, po dhe nga zëri i opinionistëve për marrëdhënien që ka pasur me Mirin. Kështu që duke marrë parasysh këto gjëra, Selini vetvetiu do e frenoj veten, për të cilën mua nuk më duket shumë e drejtë, sepse çifti Gimbo dhe Selin, siç e thash, duken shumë të bukur jo vetëm për sytë e mi, por edhe për publikun mendoj që i duan shumë bashk. Por nuk mendoj që Miri është arsyeja pse Selini tërhiqet. Është pikërisht gjykimi i madh që i kanë bërë për marrëdhënien me Mirin dhe do të duket vetja shumë përsëritse sikur merret vetëm me meshkuj. Prandaj po e frenoj. Ne nuk e dim dashurinë midis kësaj marrëdhënie treshe, po themi Selin, Miri dhe Gimbo, po dua të di mendimin e gruas së Mirit, sepse ti e ke takuar apo jo, për Selin. Shiko, nuk është që më ka folur konkretisht për Selin, më ka thënë kur jemi takuar për herë të parë fare, ditën e parë, më tha i ka ngelur në mendje vajzës që nuk ka thënë kur është bërë pyetja nga Miri, kë pëlqen, kë nga banorët pëlqen më shumë, ajo ka thënë Selin dhe nga emocioni nuk ishte thënë dot dhe Stelina. Por, domethënë, ajo marshkas edhe nga çfarë ka thënë vajza, ajo i kishte të dyja shumë qef. Nuk ka pasur një gjykim nga ana e gruas së Mirit për ta parë në syrin siç e ka parë shumica e publikut marrëdhënien e Mirin dhe Selin. Ajo bazohej shumë edhe tek diferenca e moshës, diferenca e mendësisë që kanë të dy me njëri tjetrin. Selina është gocë shumë e zgjuar, tha, por patjetër që unë nuk e shoh dot në atë sy, sepse siç e thash, qoftë nga diferenca e moshës, qoftë nga mënyra se si ata të dy argumentojnë dhe i shohin situatat në shtëpi, janë shumë të ndryshëm. I lidh bashkë aleanca e fuqishme që kanë në lojë, kjo është e sigurt. Po ti çfarë mendimi ke vet për Selin? Domethënë mendon se po i përdor të dy çunat? Selini po i përdor, patjetër, por nga një anë unë e përgëzoj për këtë gjë sepse loja e do këtë gjë. Kështu që për sa kohë që ajo është afta bëj këtë, e bën shumë mirë. Dua të marr nga një epitet të shpejt për të gjithë lojtarët që janë brenda në Big Brother dhe ata që sapo hyn me aq sa ti ke parë nga ata se si shikon deri tani në lojë dhe do filloj me Alesion. Çfarë mendon? Alesi është shumë një epitet, një llaf. Mua më pëlqen shumë, është shumë pozitiv. Realisht pozitiv, okay. Është pozitiv shumë. Ardit Murataj. Nuk kam një mendim konkret. Okej, Miri? Miri? Babi? Babi Mili? Po mos më kërkoni më mendime për Mirin, të lutem. Mirë, s'po ta marrim. Miri më i miri. Gjithë ato që kemi ftuar e kanë quajtur skemagji. E kemi bërë si traditë në këtë. Po, atëherë unë nuk do thoya skemagji, po do thoya lojtar. Okej. Lojtar. Artani? Artani është drita shtëpisë. Se i jep me vërtet i jep dritë me ato batutat e veta ndaj. Ti çfarë mendon për Artanin? Çfarë mendoj për Artanin? Shiko, Artani ndonjëherë për ne që e jetonim nga afër bëhej shumë i lodhshëm. Por që me batutat e veta e ndronte komplet atë, edhe kur ne ziheshim, debatonim, shtëpia ishte në atë zymtësinë e plot, Artani e ndronte komplet, se ja fusiri batut që e kuptonte edhe vetë që e prishte momentin. Brikena, e kam ndryshuar totalisht mendimin për Brikenën. Për mirë o për keq? Për keq. Kam pas mendim shumë pozitiv. Se para se me hyj ti kishe mendim pozitiv, pastaj kur e njofte nga afër. Kur e kam njohur nga afër, më ka ndryshuar totalisht dhe mendoj që më së shumti në këtë ndryshimin e mendimit tim kanë ndikuar pikërisht marrëdhëniet që kam me Mateon. Më duket sikur po luan dhe ajo një lojë shumë të fuqishme me Mateon. Mateon jo, Mateo më duket i përfshirë, por Brikena më duket lojtare në marrëdhënien me Mateon. Gimbo? Gimbo. Gimbo si jo, si gjinasi. E kisha kështu me përzemërsi se realisht e kam shumë gjanë dhe Gimbon. E di si më duket Gimbo, unë do ta krahasoja me një, po nuk më vjen emri. Ka qenë një nga ato 7 xhuxhat e përbardhës që ka qenë gjithmonë i qeshur, po ka qenë gjithmonë i qeshur. Po, dhe ka qenë gjithmonë shumë Ora mund ta ndërpres me një diçka që don ka ndodhur një lajm super i fortë, besoj se e keni dëgjuar, Laerti ka puthur një konkurrente të përputhen dhe është pezulluar nga emisioni. E prisja nga Laerti këtë gjë, çfarë mendimi ke ti Stelina? Absolutisht nuk e prisja nga Laerti këtë gjë. Seriozisht nuk e prisja nga Laerti. Unë e kam parë si lajm që qarkullonte pak ditë më përpara, por nuk e kam besuar se ne e dim se si funksionon puna e lajmeve. Nga ana tjetër realisht më duket e pabesueshme. Episodi doli të mërkurën, djeda më than, edhe ka puthur Esmen. Unë vura re që Esma kishte përballuar pak në mënyrë jo shumë të mirë, patjetër kushdo që do ishte, se tani nuk e pret askush një puthje nga opinionistët. Goca shkojnë që të njihen në çuna dhe aty dhe të puthë opinionistët është pak e tepër. Ja. Ti bën përjashtim.
Ti po përjashtim. Dil jashtë. Të lutem dil jashtë. Me sa ditë ka tentuar më herë Laerti të kalojë ato caqet e veta? Jo, të paktën me mua asnjëherë. Do flas gjithmonë për marrëdhënien që kam pasur realisht me Laertin, kam pasur marrëdhënie shumë korrekte. Pastaj nuk e di për gosat e tjera. Edhe ti ke pasur eksperiencë me Laertin, shoqe. Me atë Ka fikën ka pas dhe ajo pama. Ju miru pafshim filmin. Baby G. Baby G më duket sikur po bie pak ditët e fundit. Më pëlqente shumë në ditët e para, ishte shumë aktive, por Në çfarë aspekti aktive? Aktive që kishte debate në shtëpi, sikur gricej me njerëzit, po ditët e fundit sikur po e shoh pak më të qetë. Dhe do të shtoj vetëm një gjë. Kam frikë se po infektohet në thonjza nga miri, sepse kur del jashtë dhe i shoh këto gjërat, jo që un jam penalizuar nga miri. Jo infektuara. Jo që jam penalizuar nga miri, se siç e kam thënë, njerëzit patjetër duhet të shfaqin veten e tyre, por fakti që ti zgjedh, ti dedikohesh një personi aty, qoftë edhe për fakti, edhe për mua, dhe të kalosh sa më shumë kohë me atë, ti nuk i shfaq dot të gjithë ngjyrat, sepse biseda vazhdon gjithmonë në të njëjtën linjë. Pra ti shfaq gjithmonë e mirë me të që të shkon muhabeti. Vrapon. Dua nga një fjalë tani precize, direkte, bam për gjithë personazhet. Vazhdojmë te Greta. Greta s'ke magjie. Au. Ina. Këtë të lutem ma kaloni pa koment. Kristi. Kristi është do thoja fitues, është fitues me shumë mundësi, është realisht fitues. Unë e them mirin fitues nga zemra se realisht e kam shumë xham, por për mua Kristi është lojtar shumë herë më i fortë. Livia që hyri të martën. Po shumë herë për të dhënë një mendim. Okej, Mali. Por Livia zgjodhi Mateun ke shpella. Edhe për mendimin tim kjo është pak një lëvizje. Po, lëvizje zgjuar. Jo, na tregoi pak lojen e saj. Mirë se Livia hyri në shtëpi dhe tha, ju nuk do arrini ta kuptoni asnjëherë nëse unë jam në rol apo jam ajo që jam në vërtet. Kështu që prandaj them është e vështirë Livia. Kjo është loja, besoj. Mali ka mua më pëlqen shumë mënyra argumentimit të Malit, por ndonjëherë ka ca spazma të fuqishme që nuk di t'i shpjegoj. Marko? Edhe për Marko më duket sikur është shumë në hije. Okej, Mateo? Mateo është djali më i mirë që ka shtëpia. Juela? Vajza më negative që ka shtëpia. Robert? Ky është burri më negativ që ka shtëpia. Ja, pas ka vënë rjesht. Selin? Unë e shoh me një sy tjetër nga ajo çfarë është një pjesë e mirë e publikut që kanë gjykuar për marrëdhënien me Mirin dhe Gimbon, unë e kam realisht shumë xhan. Por Rogerti që ju fut në shtrat Brikenes, çfarë mendimi ke? Po mirë, Rogerti tash e ka Artani që kishte shumë qejf, ishte tip pozitivi Artani. Shiko ç'a bën? Artani ka shkuar një herë bile se ka trembur Brikenën te krevati. Po mirë, tash shiko. Loja është pak, ne e themi shpeshherë, është pak lojë nervash. Livia besoj më kupton akoma dhe më mirë. Njerëzit tentojnë gjithmonë që të kapin limitet e tua aty dhe të nxjerrin sa më shpejt nga loja. Rogerti pasaj për mua nuk është studistme fare, se ka tentuar gjithmonë dhe ka treguar vazhdimisht që shkon jo në cakt të limitit tënd, po për te limitit tënd. Kështu që A dini që më kujton Rogerti mua një? Gert Ferre. Edhe mua. Okej, nga Stelina e morën vesh kush është fituesi dhe nga ti Niki dua të di një mendim. Kush e fiton Big Brotherin? Pyetje vështirë. Se është jemi dita e 50. Gjithçka mund të ndrojë. Po edhe për mua nga loja më konsistente, domethënë që nga fillimi deri tani për mua është Kristi. Okej. Do na janë me mua. Do na mbyllësh me një fare para se të nisim këngën, unë falenderoj. Ta shtoja vetëm një gjë për Livien. Kjo është arsyeja pse nuk dihet akoma se kush është fituesi, se ka njerëz që mendojnë që nuk është Kristi dhe ka njerëz që mendojnë që është Kristi. Për mua i ka ra loja totalisht. Thon kjo nga unë që unë me bindje të plot kur kam dalë nga Biku kam thënë është Miri, po e kam sqaruar këtu unë e them me zemër. Okej. Ishte shumë kënaqësi që ju kishim të dyve. Jeni njëri shkëlqen më shumë se tjetri dhe keni energji të papar. Shpresoj ju uroj suksese në vazhdimsi. Faleminderit. Dhe ishte kënaqësi. Së bashku ne do shihemi te njëjtën tjetër. Vajzat e mia ju kalofshi bukur me Shën Valentinin dhe pacin sa më shumë dashuri dhe dhurata. Dhe diçka. Të shtunën ka maraton Top Albania Radio për 28 vite të saj, kështu që do shihemi përsëri të shtunën së bashku. Dhe tani do ta mbyllim me tingujt e Nik. Sa i zezo, o moj sajlaro. Hajde! Sa i zezo, o moj sajlaro. O si naj
She's on air. Shumë bukur. Mirpafshim. Bye.